Shikos nderuar, përshëndetje. Unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Kemi 3 çështje për të cilat do të ndalemi, do të flasim sonte. Në pjesën e parë do të ndalemi dhe do të flasim gjatë për sa i përket hetimit që tashmë së pak ka nisur ndaj zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku për sa i përket tenderit të tunelit të Llogaras, një tender i cili u hap fillimisht, u anullua për të rihapur dhe ku fitues u shpallën 2 kompani turke për një tender në vlerën 180 milion euro. Pra një zhvendosje në vlerë prej 50 milion euro nga tenderi i parë. Por megjithatë, sot kanë dalë disa përgjime, të cilat janë publikuar në media dhe janë marrë pikërisht nga telefoni BlackBerry, një telefon i cili supozohet që ka komunikime të sigurta dhe që ka komunikime të zhvilluara midis e vizberberit ish kreut të ARSH-s, autoritetit rrugor shqiptar dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Do të diskutojmë për ato përgjime, për tenderin dhe për shumë shkat tjetër të cilat tashmë janë në dorën e SPAK dhe çfarë po ndodh me akuzat ndaj Belinda Ballukut. Në pjesën e dytë do ndalemi për të trajtuar vendimin e gjykatës kushtetuese i cili rikthen në detyrë kryebashkiakun Erion Veliaj, se ja lehtëson ky vendim në sakt përballje me prokurorinë e posaçme SPAK. Dhe pjesa e fundit do të flasim për lirimin nga burgu të Alqi Bllakos, ish deputet i Partisë Socialiste i cili u arrestua në lidhje me inceneratorët, u dënua për këto vepra, por ai u lirua nga burgu. Si dhe kush do të përfitojnë të tjerë pas tij. Mirë, ndalemi te çështja e parë, hetimi ndaj Belinda Ballukut. Do të ishte pikërisht një celular BlackBerry, simboli i sigurisë dhe komunikimit koduar, që do të vendoste zëvendës kryeministren Belinda Balluku përballë drejtësisë. Ndoshta me bindjen se ky aparat i papërgjuar nuk do t'i tradhtonte kurrë. Aty janë zhvilluar biseda që sot po rezultojnë thelbësore për hetimin e tunelit të Llogaras nga prokuroria e posaçme SPAK. Sipas dosjes së SPAK, komunikimet me zëvendës kryeministres Balluku dhe ish kreu të autoritetit rrugor shqiptar Erviz Berberi janë zbuluar përmes telefonit BlackBerry të këtij të fundit, tashmë të sekuestruar. Pajisja e njohur dikur si ndër më të sigurtat për ruajtjen e komunikimeve konfidenciale ka rezultuar burimi kryesor i provave. Ky detaj është bërë publik nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka kallëzuar vetë në SPAK numrin 2 të qeverisë, tashmë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Në atë periudhë, tenderi i parë për ndërtimin e tunelit të Llogaras ishte ende i hapur. Kompania Gjoka kishte dhënë ofertën më të ulët prej 140 milion eurosh, por gara u anullua pak muaj më vonë. Në tenderin e dytë fitues rezultoi bashkimi i operatorëve turq me ofertën 170 milion euro pa TVSH. Në dosjen hetimore, SPAK përshkrua në detaje mënyrën se si janë nxjerrë mesazhet nga aparati BlackBerry i sekuestruar Erviz Berberit. Në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti ekspertimit numër 195 datë 26 shtator 2024 të aparatit celular BlackBerry, të sekuestruar shtetësitë e Erviz Berberi nga nxjerrja e të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, kanë rezultuar komunikimet nëpërmjet shtetësitë e Erviz Berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Në datën 26 janar 2021, në orën 12:25 minuta, shtetësia Belinda Balluku i dërgon shtetësitë e Erviz Berberi mesazhin: një pyetje. Në orën 12:25 Erviz Berberi: po. Në orën 12:26 minuta Belinda Balluku: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 në 3 vite. Në orën 12:26 minuta Erviz Berberi: kërkoj plumbit të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Në orën 12:27 minuta Belinda Balluku: po ç'ne, kush e bëri kërkesën e KPP-s? Në orën 12:27 minuta deri në orën 12:31 minuta Erviz Berberi: në KPP çfarë kërkese është bërë patëm në datë 31 dhjetor me artën dhe plumbin. Ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Te takimi që sipas VKM-s eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit, po arta më tha që e kishte diskutuar përpara takimit me plumbin këtë gjë me ty. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe 5 vartës të saj janë tashmë të pandehur për veprën penale shkelja barazisë o pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, në lidhje me kontratën e ndërtimit të tunelit strategjik të Llogaras, një projekt që duket se po kthehet në një test serioz për integritetin e qeverisë shqiptare. Mirë shikues dashur, ky ishte inserti që kisha përgatitur për sa i përket një pjesë të le të themi përgjimeve apo komunikimeve të dala nga BlackBerry, ish kreu të ARSH-s, Erviz Berberi, ku shihen komunikime të kryera mes tij dhe zëvendës kryeministres, njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Le të themi tashmë një pjesë e këtyre përgjimeve janë publikuar nga
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, por tashmë ditën e sotme ka dalë dhe një tjetër pjesë e përgjimeve, si duket nga vendimi për masën e sigurisë për një prej bashkëpunëtorëve të zëvendës kryeministres, mirë për diskutuar për këtë çështje. Dhe tjera unë kam të ftuar sonte në skenë krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja. Përshëndetje. Si dhe avokatin Leonard Karaj. Avokat, shumë faleminderit. Bravo, faleminderit. Tani së bashku, Belinda Balluku, viktima politike e radhës e goditur nga drejtësia apo një spak që po tenton të jetojë një çështje që vërtet është për tuetuar? Te kolegu jot përpara 3 ditësh Red Varaku kam thënë këtë fjali dhe duke qenë se unë nuk ndryshoj shumë në mënyrën dhe në gjuhën time, spaku po tallet me shqiptarët kur vjen puna te Belinda Balluku dhe kjo është një tallje e madhe. Po flas sonte. Çfarë do ndodhin pas 2 javësh, do ta them, pas 2 javësh, 1 muaj apo disa muajsh, unë këtë nuk jam në kokën e Dritan Premçit, po unë di të them domethënë që bazuar tek ato që fliten në media për zonjën Balluku dhe tek ato çfarë kanë dalë sot në përgjimet gjithandej në mediat shqiptare, në raport me Belinda Balluku, në raport me atë celularin e zotit Ervis Berberi, për cilën prap po ta ritheksoj, jo sepse po kam shpikur rrotën, po përpara 2 javësh ta thash. Indicia e vetme dhe prova më kryesore që kanë pasur prokurorët e Spakut ka qenë zbardhja e përgjimeve e celularit të Ervis Berberit. Po celulari i Ervis Berberit ka 2 vjet në Spak. Jo 2 ditë, 2 vjet. Në rregull? Dhe mua më bën çudi, po nuk po e merr me 2 vjet, po 6 muaj ka. Ka 6 muaj. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë se çfarë është pritur deri tani. Të akuzosh sot Belinda Ballukun për tendera publik është të tallesh, kuptimin e mirë fill fjalës, me shqiptarët. A nuk do duhet akuzuar për shkak në rastin konkret, meqense është një çështje faktike të unit llogarast, tip po thuaj që mos ta ngrem fare si akuzë, apo do duhet shumë diçka më të madhe se kjo? Po tani nëse ti më thua mua, në bazë edhe të përgjimeve po flas, që zonja Balluku pas ka thjesht pas ka ndërhyrë në një tender, po kjo është tallje pastaj mbrapa. Ne këtu i kemi ngritur grup të strukturuar kriminal Ilir Beqajt për 3 persona. Ne këtu kemi ngjuar për grup të strukturuar kriminal njerëz që janë marrë me kanabis. Ne këtu, më ndihmon prokurori këtu, kemi çuar ca plaka dhe ca pleq për ato fermat e Roskovecit me kanabis. I kemi çuar për grup të strukturuar kriminal. Atëherë, këtu të kyni llogaras, në bazë të asaj që ka nxjerr vetë Spaku, janë të paktën 6 persona, deri tani, për të cilët Spaku vetë e ka deklaruar që kanë nisur janë në rendim ose të marrë të panderur si zonja Balluku. Pra nuk janë 3, janë 6. Atëherë si është e mundur domethënë që nuk kemi këtu te kjo çështje, nuk kemi grup të strukturuar kriminal? E dyta, ti po flet për implikim në një tender i cili shkoi nga 140 milion euro në 190 e kusur milion euro. Pra, ke një dem ekonomik i cili shkon mbi 50 milion euro. Janë parat shqiptarëve ato, që kanë shkuar me urdhër të zonjës Balluku nga Andi te Nardi. Dhe ti ke këtu implikuar edhe kompaninë e mbikëqyrjes, e cila do duhet të mbikëqyrte të gjithë këtë kontratë, për mënyrën se si ajo do duhet ta adresonte mirëmbajtjen ose mbarvajtjen e punimeve. Po kjo është një tjetër gjë. Prit, se kjo është shumë e rëndësishme. Jo, mbikëqyrja është shumë e rëndësishme. Po pra, prit, se mundohem ta them sa më qetë, që ta kuptojnë të tjerët. Nuk është se ta kuptosh ti e di se për çfarë po flas. Dhe e treta, në Republikën e Shqipërisë, teorikisht, nuk ndërton dot një garth dhe nuk të vjen ty me vrap inspektori i lagjes, i IKMT-s, sepse ne jemi popull spion. E kemi të trashëguar nga regjimi komunist këtë, ne spionojmë gruan krevat, e jo më komshiun, e jo më lagjen, e kemi në ADN-n ton, dhe si është e mundur domethënë që ti i ndërton një vepër kaq të madhe, 100 kusur milion euro, pa leje ndërtimi.
pa leje ndërtimi. Kjo i bën përshtypje Spakut? Ishte edhe një vit me vonesë kur është shpallur tenderi? Kam përshtypjen 2022 ishte një miratimi lejes ndërtimit? Leja është zbardhur në 28 maj 2025. Për ata që kanë një... Pas zgjedhjeve të vit? 28 maj 2025. Po 2 javë pas zgjedhjeve. Më lërë, Ervin, duhet të më mirë kuptosh sepse po të marrë kohën e nevojshme. Unë thjesht informacione jot po pasuroj famën. Kjo këtu që unë s'arrit do t'ja çoj atje, po ta... S'ka problema, sepse e referoj unë. Kjo është 28 maj 2025. 28 maj 2025. Është firma. Okej, Thuaj emrin. Drejtori i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaide Roka. Okej. Tani është miratuar leje, po. Është miratuar leje. Për mbi këtë lejen këtu, po ta shikosh, është emri i zotit Edi Rama si kryeministër dhe zonjës Belinda Balluku si ministre e linjes. 28 maj 2025. Ishte prerë riti për tunelin e Llogaras. Tani, në qoftë se ka njeri në Republikën e Shqipërisë, si mua më thot, që unë mund të ndërtoj në këtë vend pa u zbardhur leja e ndërtimit, ma thoni sepse dua të çmendem realisht këtu pastaj. Tani, thën kjo. Qa shton të jetimi kjo për shumë dhe ku shpreket nga një jetimi mirëfillt nëse është ndërtuar një vepër infrastrukturore e rëndësisë veçantë në vendin tonë, pa një leje ndërtimi. Unë nuk jam prokuror, unë jam avokat, edhe ditë flas vetëm në këtë lloj stature. Okej, do pyes Karanxhu për. Por ama ditë të them një gjë. Që është kjo vepër penale dhe nuk po flas për shpërdorim. Sepse kur e para në këtë lloj konteksti duket sikur kjo zonja Balluku ka shpërdoruar detyrën. Jo. Shpërdorimi i detyrës është 99.99% korrupsion pasiv. Kjo vepër penale, për mendimin tim, nga kodi penal duhet hequr fare. Shpërdorimi i detyrës është alibia që të mos lodhet prokurori. Ideja është shkelje barazisë në tendrave nuk është ende shpërdorim detyra. Kjo më shkelje barazisë në tendra vjedhje. Se përsa e ke shkelur ti barazinë në tendra, ja ke dhënë Nardit, por nuk e ke dhënë Andit. Çfarë ka krijuar kjo shkelje barazisë në tendra? Çfarë ka krijuar 50 milion euro dëm ekonomik? Ku ka shkuar këto 50 milion euro? Se për këto po flasim ne. Kam pyetje, do të pyes edhe për ato. Këtë po flas. Pra, duke qenë se më pyete dhe po i rikthehem pyetjes. Çfarë po bën Spaku? Të gjithë ata që gjatë gjithë kësaj periudhe kohore i kanë vendosur spaletat e jashtëzakonshme drejt Prençit, edhe për te fakti domethënë që ai mund të ketë pasur presione bla 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 historia e këtij që mua s'më bëjnë përshtypje këto, fare, sepse ti ke pranuar të bësh prokurori i Spakut. Është normale që të ketë presion thua, ëh? S'më intereson fare. Okej. A se ha presionin dot. Hik marr. Hapi rrugën se e bën dikush tjetër. Nuk ka kuptim fare mua të më thotë domethënë kjo historia që shiko se jetë bërë presion që është o e bën një punë ose nuk e bën. O e çon një çështje gjyqësore drejt, ashtu po siç është, ose nuk e bën. Ti s'mundesh domethënë 30 herë kam thënë dhe 300 herë të tjera do ta them. U mbars mali dhe polli 1000. Okej. Ky është fakti konkret në raport me Belinda Ballukun. Do kthehem sërish. Dhe nuk ka, dhe më fal, edhe fundit edhe kjo këtu në. Jo, e fundit s'është. Dhe nuk ka të krahasuar po fare me Erion Veliajn. E di si duket Erion Veliaj krahasuar me i vogël po më thua. Po çfarë thua me mikroskopik. Okej. Faleminderit. I shkon Spak deri në fund kësaj historie Karanxha dhe çfarë ndodh? Sepse në kushtet aktuale kemi vetëm shkelje të barazisë në tendra, për të dhënë vetëm le të themi komunikimin le të themi të akuzës. Çfarë ndodh më tej? Pasurohet kjo me të tjera akuza si çështje? Neve nga dhënat që kemi marrë, po hetohen 3 procedime bashkë. Çka do thotë në këtë fazë të hetimit, jemi në mes procedimit dhe procedimi akoma nuk ka mbaruar. Por nga dhënat që dolën sot në media, del fare qartë që këtu s'ka pasur tender. Pra nuk ka tender që të kemi shkelje barazisë në tender, mund të qenë tender formal, sepse leja është dhënë 2025 që ka dalë leja. Pra këtu kemi një sër veprimesh në koordinim me njëra tjetrën, të cilat tregojnë që është vepër tjetër penale, nuk është në shkelje barazisë në tender. Sepse këto e kanë përcaktuar gjithë, sepse shkelje barazisë në tender, domethënë kur ke një tender që favorizon një kompani në raport me një tjetër, por këtu nga dhënë del se s'ka pas fare tender. Pra tenderi është kot. Pra qëllimi është që të rritet shuma
e bërjes së objektit dhe këto lek paksohen nga buxheti i shtetit. Pra, nga 140 ka shku 190. E 7. E 97, 200 e marim e Rumulla Kosin. Tani problemi kush është? Është marrë mbikëqyrësi punimeve. Ç'lidhje ka mbikëqyrësi punimeve? Se ti kishin marrë një tuaj që ti mbikëqyr. Mbikëqyrësi punimeve është shumë i rëndësishëm kur bëhet një objekt, sepse i plotson faturat me zërat e punimeve që kryen. Pra këta pse e kanë marrë, ka qenë të interesuar që ta marrin këtë. Dhe mbikëqyrësi punimeve, tendi i mbikëqyrësve lidhet në tërësi, duhet shkohet te rritja e shumës. Pra janë element të anës objektive të një vepre tjetër. Pra merr mbikëqyrësin e punimeve, këtu nuk ka tender fare ti bën gjëra sikur ka tender, ndërkohë që qëllimi është paksimi i pasurisë shtetit. Po çfarë vepër penale është kjo? Mendoj. Unë do ta kem nxjerr edhe si kontekst, kam përshtypjen regjia të lutem nëse është kaluar nenin 135 nëse e keni aty, nëse është kaluar. Gjithsesi nëse nuk është kaluar, unë mund ta, okay. Nenin 135, vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Shtuar fjalë me ligjin numër 23. Dhe mos u lodh me Okay. Është pjesë e dytë e nenit. Është pjesë e dytë e nenit? Okay. Nuk Po të ecësh lart, ajo është. Po, është pjesë. Ajo është neni. Po, s'prish po. Okej. Okej. Mirë, neni që atëre Vjedhje e kur? duke shpërdoruar detyrën. Ky është neni po. Ky është ky nen. Pse është ky nen? Se janë kryer një sër veprimesh në koordinancë dhe nga përgjime del se nuk ka qenë qëllim bërje tender, sepse tenderi kur që ai një që meriton e merri 2 ose 8, këtu nuk ka tender fare. Edhe qëllimi është paksimi pasurisë, kjo është shumë e qartë. Pra duhet kapemi te kjo. Po mirë, ne mund të shkojmë te kjo pa pasur një akuzë shpërdorim detyre njerëz si fillim, se ne kemi vetëm shkelet barazisë në tendra, pra cila është shpërdorimi i detyrës, mendoj, sepse duhet parë veprimet në tërësi. Shpërdorimi i detyrës është tek firma që është marrë datë 28/5/2025 dhe punimet që janë lënë pa leje. Ky episod përbën veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Po s'ka lidhje balluku këtu. Po kjo është shpërdorim i detyrës, pra kjo e leje që është dhënë, pra të kemi parasysh firmën që është dhënë aty, kjo është vepër penale. Sepse duhet i marrim gjërat për atë që është. Pra mund diskutohet shpërdorimi i detyrës, varet, domethënë se ke një akt që duhet ta bëjë në 2021, e ka bën 2025. Kjo diskutohet, ha diskutim me, domethënë janë dy rryma. Ka falsifikim, sepse ti po jep dhëna 3, se kjo duhet ishte në 2021, por ti e bën duke pas vetë këtë detyrë, duke bërë pas ti ke shpërdoruar detyrën. Është më mirë ta lesh fare se sa të vësh akte aty kur Jo, se linte do të ata e vinë. Sepse do shkonte Adelada Roka, do shkonte për pastaj për shpërdorimi i detyrës është dalja e lejes me vonesë. Tash diskutohet me falsifikimin e dokumenteve. Pra ti krijon akte që nuk i korrespondojnë realitetit. Falsifikimi mund të jetë në formë dhe në përmbajtje. Në formë dhe në përmbajtje ose me nënshkrime. Në rastin konkret është në përmbajtje, sepse përmbajtja nuk i rezulton realitetit të vitit 2023. Tani duhet kemi parasysh që më shqetësoj kjo, nëse është e vërtetë që telefoni ka 2 vjet i zbardhur, domethënë kjo është çështje që duhet të ishte procedurë më shpejt. Pra telefoni kanë ardhur ato mesazhet para 2 vjetësh, kjo duhet marrin. Telefoni është konfiskuar përpara se Elvis Bebes të shkonte në burg. Ideja është e tillë, nëse ka ardhur akti ekspertimit, ka qenë para 2 vjetësh, ka qenë Jo, nuk e di kur ka qenë, unë di telefoni është vënës, po më nëmë hiqe 2, bëje 1. Po, tani bëje 6. Është çështje sepse duan marrë masa dhe e lidhin me Erion Velin. Pa e lidhin me Erion Velin, me ato shifrat e Erion Velin se çka ka bëu, ndjekja me arrest. Dhe në këtë rast unë personalisht kam mendimin tim personal që zyrtarët e lartë mund të procedohen në gjendje të lirë. Por me standardin e krijuar sot, se këto ka krijuar vetë të standard. Dhe për Erion Velin, po ta mbash mend, nart kam qenë që duhet të hetohet mas tjetër. Po me standardin 2 fish, se ky është standard 2 fish. Këtu 50 milion euro në gjendje të lirë, këtu për veshmbathje me vlerë 950.000 euro, 1 milion euro, arrest në burg dhe deri në shkallët e gjykimit dhe hetim edhe në qeli. Tash është hetuar në qeli, është vënë për gjys berberit, pra se kjo është vepër e madhe. Pra kemi një hetim që i është qep tjetrit me bukë në çantë, dhe kemi një hetim tjetër që është vlerë shumë e madhe, se kjo është vlerë shumë e madhe. Te këto duhen shku forcat. Jemi dakord çdo vepër ka rrezikshmërinë e vet, por këtu janë 50 milion euro që mund të bëjë një investim tjetër. Dhe tash si është lënë kjo? 50 fish më shumë. Ka një gjë, domethënë kjo paga shumë kuptohet si paksimi i buxhetit të shtetit apo jo? Në parave të kontributit qytetar. Parat nga buxheti i shtetit, siç dihet, vijnë nga taksat e qytetarëve. Duke filluar nga ati që nuk e lejnë me një tezë
ti je I fiskalizuar, nuk e le atë me një tezë e tjerë. Pra, sepse qëllimi kush është? Bëhen këto tarët, bëhen investime që të bëhet jeta shqiptarëve më e mirë. Tani këto lekë që merren shkojnë në xhepat e personave dhe kjo është vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Pra është vjedhje e pasë se ti po pakson pasurinë e shtetit dhe ke gjetë mekanizma nëpërmjet tenderave, nëpërmjet mbikëqyrësit të punimeve dhe janë një veprim, një tërësi veprimesh që bëhen me qëllim, sepse vepra vjedhja ka qëllimi paksimi pasurisë. Pra kush është qëllimi? Pra ke gjetur sepse këto lekë janë dhënë nga buxheti I shtetit, janë dhënë këto lekë me bokët rrugën. Pra, janë dhënë, këto janë lekë buxhetike për detyrë ta administrosh. Ti duke gjetur mekanizma si që këto lekë të futen në xhep, kjo është për vetë ose për persona tretë, se janë dhe persona tretë. Pra duhet parë dhe kompania fituese, çfarë lidhje ka. Sepse kjo është forma se si mund të kthehet. Domethënë që kthehet paraja te personi, sepse vjedhja mund bësh edhe për një person tjetër. Pra ti duhet parë roli. Pra roli për një tjetër, po s'është paksu pasuria këtu. Dhe janë veprime, mbikëqyrje punimeve ke ndërhyr, se ti isha ti leshe mbikëqyrjen e punimeve. Regjia do të kemi 2 përgjime publikuara nga Gazmend Bardhi, të paktën këto meqense janë bërë publike nga meqense është deputet dhe ne mund t'i kemi. Atëherë, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbi bazën e kallëzimit të bërë nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike përfaqësuar nga shtetësi Gazmend Bardhi më datë 12 shtator 2024 ka regjistruar procedimin penal numër 181 të vitit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike parashikuar nga neni 258 I Kodit Penal. Duke qenë se ishte një fakt penal objektetimi në lidhje me procedurat e prokurimit me numër reference dhe numër reference tjetër me objekt ndërtimi I tunelit Llogaras, më datë 20 shtator 2024 është vendosur bashkimi I procedimit penal numër 167 të vitit 2024 me procedimin penal numër 181 të vitit 2024 në një procedim penal të vetëm. Ato me numër 167 vit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike parashikuar nga neni 258 I Kodit Penal. Atëherë, po nuk e mori njëri më, nuk e mori një veçë. Janë bashkuar, pra 2 kallëzime janë bashkuar në një të vetëm. Po çfarë bëhet fjalë pra? Se nuk po I thua atyre që po na shikojnë, për çfarë bëhet fjalë? Thuaj, më ndihmo. Është tenderi, procedura e tenderit procedura e tenderit të Llogaras dhe procedura e mbikëqyrjes së tenderit të Llogaras. Okej, perfekt. Kemi tjetrën, regjia të lutem? Do të kemi edhe një tjetër të kësaj. Atëherë, ky është përgjimi, ka dalë përgjimi këtu, në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti I ekspertimit, aq ndata që kaq të aparatit celular BlackBerry, model BFF sekuestruar shtetësitë e Vis Berberi nga nxjerrja të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, ka rezultuar komunikime ndërmjet shtetësitë e Vis Berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Nëse regjia mund ta nxjerrë në ekran të madh kur ti lexoj, që të ketë mundësi edhe audienca të shohin. Në datën 26 janar 2021 në orën 12:25, shtetësja Belinda Balluku I dërgon shtetësitë e Vis Berberi mesazh një pyetje, po I kthen Berberi: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 vite në 3? Dhe Berberi I përgjigjet: kërkoj plumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Dhe Balluku I thot: po shne, kush e bëri kërkesën në KPP? Atëherë, në KPP çfarë kërkesa është bërë? Te takimi që patëm në datë 31 dhjetor me Artën dhe Plumbin, ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, I thot Berberi. Sipas VKM-s eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit. Po Arta më tha që kishte diskutuar përpara takimit me Plumbin këtë gjë me ty. Tani, çfarë tani? Ma thjeshto se unë e lodha audiencën me këtë. Po I thjesht kanë qepur tenderin sipas mizurës që ka pasur Plumbi. S'kishte eksperiencë 5 vite, kishte 3. Po, dhe një po të them tani, e marrë mend një tender që ndoli para ja 5-6 vite, se këta kanë fagma, këta specialistët, socialistët, specialistët. Manovratori tha, jo të vetëm tha ti ishte 40 vjeç e kështu, po ta kishte edhe emrin Shaban. Është identike një të gjë. Shko Plumbi dhe I thot Plumbi, shiko këtu, unë nuk I kam 5 vite eksperiencë punime të ngjashme, po kam 3. Kështu që uleni këtë që ta marrun tenderin. Kjo pra është këtë për këtë. Ky është hapi I parë që është bërë në këtë histori më ndonë? Ore, këto 90% e tenderave bëhen kështu në Shqipëri. Janë bërë dhe bëhen. 90% e tenderave janë bërë dhe bëhen në këtë lloj mënyre në këtë vend. E kupton për çfarë po flasim ato sekondë. Pra ndërhyn më falësh.
se kam pas një debat të madh me dy kolegë, të cilët i va dhe aty ja përmend emrin pa pikë problemi. Arber Hita dhe Denis Mingën. Po, kolegët tanë. Po thua, po smeret tha ministra e infrastrukturës së linjës me tendera. Ja që është marrë me tender. Pullumi ti vije kapelja kështu, xhaketa ta ketë zez, ta ketë numër 52, jo 48 se i ringusht. Ja pra. Për këtë po flasim ne. Na doli rryli fyti duke thonë domethënë që këta janë hajdut. S'ngjon njeri valla, ç'a ti bën ne tani? Çfarë ti them mund Dritan Premçit në rastin konkret? Ju sa se kupton mo. Sa është një qitë më i mirë se unë s'më përta. Provorit spagull. Nuk ka lidhje. Po flasim për gjëra kur e këtam vjedhin dhe nuk kanë frikë. Kjo është e frikshme në këtë vend më. Po me këtë që po mos spaku. Dhe duro prit se duhet të flas. Mos më ngacmo tani. Se kapi një temë shumë bukur vini këtu. Raportin midis Erion Veliajt edhe Belinda, dhe ti e di shumë se sa shumë e dua unë Erion Veliajin personalisht. E kam kuptuar këtu. Tani Spaku shkoi në gjykat dhe i kërkoi që Erion Veliajt ishte me patjetër në burg sepse prish provat. Helmonte provat, kështu është vendi. Po, Helmon kur thua ti duket sikur po votar se i mbaj më. Le mos u lot, prish provat sepse është një person në pushtet, bla 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 historia. Po më kur prish ka provat Erion Veliaj përveç mafjes se s'do ta prish gojen, e bashortes tia se për ato po hetohet. Se po të hetoheshe për 5 maj, për teatrin, për incineratorin, për lejet e ndërtimit, më the thash, unë ja bëja Kabull më burr. Po ai po hetohet përveç mafjet, për të brendshmet e gruas tia. Pse i ke bler një pal brek 290 sterlina? Okej, Kjo është më po. Edhe na ka lindë edhe kurioziteti pse? Po pse tani se na ke futun bela me gra të burr në shtëpi tash. Pris sekonda ishte se po se s'është njerëz gjallë jemi ne burse nuk vim nga kozmosi. Tani ti Erion Veliaj i bën atë që i bën. More stër e meriton mo. Po më kjo zonja Balluku ka më pak pushtet se Erion Veliaj? Jo, me pozicionin që ka shumë, sepse janë dhe 2 posta të rëndësishme dhe zëvendës kryeministe për një kohë të gjatë dhe ministri i infrastrukturës, pushteti, po të ndihmoj bisedën. Mos u lot fare të më ndihmosh bisedën. Rri aty ku je, rri aty. Okej. Belinda Balluku në këto 5 vitet e fundit, për shkak të ministrisë që mban, harxhon gjysmën e buxhetit të vjetor të këtij shteti. Pra nëse buxheti është 8 miliard, 4 po thuaj. 4 i shkojnë ministrisë Ballukut. Sepse është ministria, nuk është se ka shkon Balluku. E qartë. Kërkon ka buxhet të madh ministri. Po. Tani o është e pushtetshme kjo njeri, o prish provat ky njeri, o nuk e di kush mund t'i prishin më. Nuk e di më valla, ma tregu kush. Reç Biberi Troponi si prish provat, që është na rreth shtëpie. Kush i prish më? Se këta të luajnë mendsh më. Këta të luajnë mendsh. Tani do thot dikush, sepse kam pasi debat sot me një kolegun tim që onart po sa fusin dot brenda sepse ajo është me status deputeti. Po. Teorikisht dhe praktikisht ajo është deputete, do duhet që ti të kalosh në një hallka procedurale për ta bërë. Po ti bëj punë detyrën tënde si prokuror më zotre. Të ndërmerret ti hapi. Po ti merr hapin, kryesor dhe çoja komisionit mandateve, çoja parlamentit, thua unë kërkoj arrestin e kësaj zonjës. Ose ndoshta vetëm e qenë imuniteti si fillim, se pastaj më prapë. Kjo është ideja. Kjo është çoja aty, sepse ti ajo duke qenë një person i zgjedhur, ti nuk e pezullon dot as nga detyra atë, sepse nuk lejohet të pezullohet me urdhër prokurorie një person i cili është i zgjedhur. E qartë. Okej? Në rastin po ti bëhesh procedurën më zotrin nderuar. Për hir të transparencës, ajo organ prokurorie më çfarë drejtin jemër. Bëje procedurën, çoja aty, pastaj le të bëj çfarë doj. Ja çon për shkeljet barazisë në tendra këta? Ore, nuk mund të çosh për shkeljet barazisë të rema, se po tallesh tash një titër tani njerëz. Tallem unë, shkoj. Ti po tallesh tani, nëse kjo që ti sapo citove pak më përpara. Është shkelje barazisë në tendra, atë ta laun sonte ti ke fare dhe bëjmë Ervinin, sepse pas është ofenduese pastaj për mua. Jo pak. Jo sa ashtu ofendon dhe Ervinin, ne ofendon dhe unë. Jo, nuk e kisha në atë. Kuptova kontekstin që po prandaj dhe unë për të ndoshta për ta ndezur bisedën në raport me. Po nuk e kjo është, domethënë edhe me dash mos më undes. Ndizesh vet. Po ndizesh mos domethënë ti njeriu. Ore, kuptoni se për çfarë po flasim? Ka ndalë sot përgjime që kjo kryeministri i vendit e thot palloshi i gjatë. Ai të po shkoj te ai palloshi i gjatë. Më kalon me tjetër. Ka ndalë përgjime të tjera sot ku ajo e bullizon
me shprehje të cilat domethënë Në datën 1 tetor 2021 në orën 10:52 shtetasia Evis Berberi i dërgon shtetases Belinda Balluku mesazhin: "Okej, për pak nxjerr tunelin dhe pak." Pra, kur thot pak është publikimi i tenderit. Në orën 10:53 Belinda Balluku i thot: "Prit." Evis Berberi, për tunelin okej, po, priti çoj fjalën atij thot. Ati dhe ku, ati ka, që kërcënon me SMS. Okej, nxirre tunelin i thot Balluku, okej, për pak i thot Berberi dhe thot në orën 4 pas dite, 4:06 minuta pas dite, tuneli u nxorr sapo thot Berberi. Tani kush është ky që kërcënon me SMS? Më kap kamera këtu. Të kap kamera aty. Mas i kërkoj shumë nuk e them. Unë e them për audiencën. Këtu është shkruar diçka super bullizuese, të cilën për hir të transparencës juve e keni sfumuar. E kemi sfumuar, patjetër se kjo është gjuha e numri 2 të shtetit shqiptar kundrejt numri 1 të shtetit shqiptar. Ja kjo është. Ajo është për kryeministin po thua? Po pse kur kryeministri është? Unë s'pa pjesë aty. Se neve jemi të shkurtër, si jemi të gjatë. Jo, pa është tjetër fjalë jo. Jo. Po i them se ti të lo fare tani. Po i thot, po priti çoj fjalën atij që kërcënon me SMS. Po kush ka mendere në këtë vend të kërcënojë me SMS e Belinda Ballukun përveç Palloshit gjatë? Karanja. Ka shumë gjasa që diet Bajram Begaj. Okej. Ose ti roje karburantit këtu te tegu. Okej, të rrim domethënë tek linja e timit që s'pak do duhet kishte ndjekur. Nuk për sa i përket që ju thatë që do duhet jetojë në një masë sigurie, apo jo është një tjetër çështje. Mua çështja që cilën unë kërkoj ta parashtroj këtu lidhet në raport me këto veprat penale që tham. Referuar këtyre përgjimeve, le të themi komunikimeve të cilat tashmë janë bërë publike, duhet theksuar që ky është marrë nga ana e kam përshtypjen e ka nxjerr ish kryeministri Berisha në Facebook, se nuk mund të publikojmë paktën ato nga dosja për të qenë korrekt. Si do ishte Dorava Karanja si ish prokuror që ti do hetoje dhe do ngrije veprat penale me radhë dhe për të lexuar dhe neni se arrita ta siguroj. Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën thot vjedhja e pasurisë e kryer nga personi që ka për detyrë ta ruaj dhe ta administrojë atë, apo duke shpërdoruar detyrën, dënohet me burgim gjerë në 10 vjet. Por nuk e thot sa nga sa, kur thot gjerë në 10 vjet çfarë do të thotë? Fillon sepse në pjesën e përgjithshme të kodit penal dhe për kundërvajtjet penale dhe për krimet parashikohet është nga 10 ditë, pra 10 ditë është minimale deri në 10 vjet. Se kjo është pjesë e kodit penal. Madje se po flasim edhe pak për kodin e ri, vetëm një rresht. Kodi penal është shumë i saktë. I jetë sakta. Pra, këtishe me kodin rik të s'do e mersh vesh se sa është. Kurse pjesë e përgjithshme e përcakton qartë. Sa është maza dënimi për kundërvajtje, sa është për krime. Po, shumë shkurt të sqarova. Okej, perfekt. Si do ta rendisje akuzat këtu? Mi thuaj me radhë. Domethënë, a do të rendisje të gjitha njerëz? Duke qenë korrekt. Grupin e strukturuar kriminal do e fusë apo jo? Jemi korrekt se është çështje në hetim. Pra, duhet kjo korrektësi se kjo akuzë është rrit aktualisht mbas ne 34 të kodit procedurës penale kemi një akuzë zyrtare vetëm për shkeljen parazisë tendera. Okej. Qofse faktet gjatë rrugës ndryshojnë, mund të rëndohet akuza. Shtohen fakte të reja, thritet prapë dhe i njoftohet akuza. Pyetja është këto fakte ndryshojnë të akuzë aktuale apo jo? Siç ta shpjegova, tu tregohet që nuk ka tender fare, pra çdo gjë është fiktiv. Okej, u krye? Bro, më thon, duhen pyet pjesëmarrësit tendror, keni çu letra apo ose bova ki që ti kanë çu dhe letrat vet fare, domos s'ka fare tender. Sepse gjëra anullimi i tenderit të parë dhe shkurat e tenderit të dytë me një shifër 50 milionë euro plus 50 më të lartë tregon që këtu, domethënë, paksimi i pasurisë tash edhe një është vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Këto lek janë lekët e parave të popullit, se në thelb buxheti i shtetit nuk janë pronë private e persona, janë para e popullit. Ti në këtë formë e ke për vetët tash ose për persona tretë. Pra është gjetë një lloj mekanizmi i tillë i sofistikuar, duke futur lloj dhe mbikëqyrjen e punimeve, se ka ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve, se ky është qëllimi. Është ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve që ti kenë punimet aty dhe ti bëjnë zërat e punimeve si duan. Prandaj edhe tuneli i Dhogara sot kërkon një ekspertim të paanshme nga ekspert huaj që të verifikohen punimet dhe cilësia e tyre. Sepse siç e tham dhe para që kemi qenë një emision tjetër, kur ka qenë edhe Frençi. Ne jemi vend i varfër. Nuk kemi luksin, nuk kemi luksin ne t'i bëjmë nga 2 herë këto vepra. Nëse kjo duhet verifikuar një që të bëhet
tuneli i Llogaras bëhet si mas projektit dhe të bëhet cilësor. Jo të bëhet shtrema dhe edhe parët merren dhe është cilësi e dobët. Djesh ja shoh vetëm një nga ato tunele. Të ta ndihmoj për një gjë. Pjesë nga dosja. Se ky do filloj pas e trashë. Belinda Balluku, duke qenë në cilësinë e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, donse kishte deleguar formalisht përgjegjësitë e titullarit të autoritetit kontraktor tek sekretari i përgjithshëm i ministrisë, shtetasja Viola Haxhiademi, ka ndjekur dhe orientuar në vijimësi procedurën e këtij provimi publik në fazën përgatitore, zhvillimin e procedurës, në fazën e dorësimit dhe vlerësimit të ofertave deri në momentin e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik fitues. Kjo tregon një kujdes të zëvendës të ministrës për mënyrën se si. Kujdes. Po. Kështu e cilësoj. Domethënë edhe Pamela nuk do ta thoshte dot këtë që sapo theti. Pamela, për ata që se dinë, është motra e Belindës. Që kam përshtypjen do të jetë avokati në këtë rast apo nuk është cilësuar? Ma bëj pyetje pasi të marrë vini. Okej, mirë. Nëse do isha prokurori i çështjes, Karanja po ta bëj pyetjen shumë thjesht. Më listo të gjitha veprat penale që konstaton në të gjithë këto do mi merr me radhë. Shkelje barazisë në tendra 1, shpërdorim detyre 2, mund të ketë vjedhje. Vjedhje duke shpërdoruar detyrën 3. Tjetër kemi më? Mund kemi falsifikim të dokumentave këtu, e diskutuam pak. Diskutohet dhe falsifikim, sepse kur një person i bën letrat vetë, domethënë është shpërdorimi i detyrës, se ka një detyrë zyrtare bën dhe ndryshon nga 186 nga falsifikimi i personave që kanë detyrë. Mendimi im thon këtë praktikë kam pas jemi para shpërdorimit të detyrës. Është një debat juridik, është 186 apo 248. Unë mendoj që jemi bërja e letrave mbrapa, ai nga një person që ka dorë dhe dokumentave shpërdorim detyre i pastër. Sepse letrat dhe dokumentat bëhen kohën që bëhen. Futja mbrapa është shpërdorim i detyrës sepse ky ka drejt të ruaj këto akte. Dhe diskutimi i fundit, masalan duke u nisur nga praktika e Spakut, nëse kemi të bëjmë apo jo me grup kriminal. Unë sepse kam pyetje për këtë. Kjo është domethënë rasti Beqe, sepse rasti Beqet e përmendi edhe pak në ardhje, është rasti ku për shkak të numrit të personave edhe parat aty në mes, ngrit grupi strukturuar kriminal. Në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Pra të çon drejt kësaj ty Karanja të hetimeve duhet verifikohen gjitha, pra duhet verifikohen edhe tendera të tjerë, se janë vetëm këto. Pra ai domethënë kanë takuar edhe një deputet Partisë Demokratike në mos gaboj. Po. Ka gjëra duhen verifikohen gjitha rastet. Arbra Galliu. Për disa toka interesoi thuhet do të interesoj për dy toka. Duhet të verifikohen pra se ti përdor pushtetin tënd për me mbyll gojën tjetrin thojza, kuptimi për me i bëni punë apo. Ti do me bë punë privatisht, shko bëj kontrata, jo duke pas shtetin dorë. Apo duke pas pushtetin. Është çuni mirë ai tha, po lere, mos merr me to. Okej, prandaj do të verifikohen gjithë, nëse verifikohen që janë sipas nenit 28 të kodit penal, atëherë mund të kemi edhe grup kriminal, po duhen prandaj thashë është çështja e hetim, duhet pa gjithë episodet njëri mbas tjetrit. Deri këtu nuk kuptojmë gjë. Deri këtu mund të ketë dyshime, por unë jam për atë. O bëhe ngri akuzën o mos e ngrit. Se akuzat gjysmake janë gjysmake. Pra kur shkosh nesër në gjykat mos ta kthej gjykatës siç i kanë ndodhur raste të tjera Spaku, që i thon edhe rasti Beqesh, nëse do kërkohet një mas sigurie, ndoshta edhe mund të ketë akuza të tjera. Tashmë jemi deri në do kërkojmë mas sigurie tani mos na çudit, pas dhe njëti ta shpjegova. Mas sigurie ne themi për shembull edhe standard 2 fish nuk është e parë që mas Spaku. Edhe tek çështja e Mediut për shembull. Çështja e Mediut u rifillu mas 15 vjetësh. Ndërkohë ke çështjen Durrës Kukës, sepse të dy çështja e Mediut u fillu për shkak të dyshimit kushtetutës dhe ligjit, dhe edhe ligjit, po, se do kushtetuta ligjesh. Çështja e Durrës Kukës pse nuk u hap? A është edhe kjo për ndryshim të ligjit, se që ndryshoi provat e marra jashtë afatit s'mund të përdoret, po aktet janë vlefshme. Pra, pse nuk rifillohet çështja e Durrës Kukës? Kjo është një pikë pyetje. Ku është Erion Braçe që ngrinte zërin? E mban mend se si ka pas ngrit Braçe zërin? Pse nuk ngrihet? Ose për rastin e Kostat Trebisës që thoshin është vrasje. Pse s'ka fol Erion Braçe sot? Kjo është pyetje. E qartë. Për Durrës Kukës pse nuk flet? Apo e lën, domethënë, sipas interesit. Kur ka diçka neve duhet ngrejmë zonën. Është detyrim qytetar. Neve mes kush nga këto s'kemi asnjë gjë personale. Kjo është çështje faktesh. Me 50 milion euro mund të ishin bërë shumë investime nëpër qytete. Edhe nëpër qytete që po vdesin, që të kthehen njerëzit dhe të punojnë. The një gjë interesante Karanja këtu dhe ndoshta unë duhet t'i drejtohem pak audiencës. Fakti që ne trajtojmë çështje të kësaj natyre, ndoshta janë sensitive, ndoshta një pjesë zgjedhin mos i trajtojnë, ne jemi të detyruar nga ana qytetare dhe nga ana njerëzore për sa kohë bëhet fjalë, dhe unë e theksoj disa herë që janë parat të qytetarëve shqiptar, janë parat tona të cilat depozitohen në buxhetin e shtetit nëpërmjet formave të ndryshme, taksave, tarifave e tjerë, dhe që këto të përkthehen në investime. Por me çfarë kuptojmë,
Ka pasur raste të shumta kur është abuzuar shumë me para tona dhe një nga rastet konkrete, me sa duket, sipas SPAK, i referohemi SPAK-ut tu, derisa të provohet dyshimi që është ngritur deri në fund, vjedhja është e konsiderueshme. Të paktën kështu, domethënë bëhet fjalë vjedhje, unë po cilësoj vjedhje, por le ta thot SPAK-u fjalën e fundit, që dhe ne mos të mbajmë, le të themi, përgjegjësira që ndoshta nuk na takojnë, por jemi detyruar të trajtojmë thashë edhe një herë për hir të transparencës publike, mediatike dhe raporti që ne kemi me qytetarët dhe sigurisht në fund ditës nuk kemi asgjë personale në askënd, as me kryeministrin, as me zëvendës kryeministrin, me shefin e opozitës, me Velien e tjerë me radhë. Është krejt një proces normal për hir të transparencës publike, për hir të parave të qytetarëve të vuajtur shqiptar që detyrohen të paguajnë dhe presin një ditë i marrin mbrapsht investimet. Kisha detyruar ta bëja këtë, ndoshta edhe për të qenë korrekt. Ajo që sapo lexove që unë thash, ndoshta sepse SPAK-u thotë që e kanë ndjekur hap pas hapi procesin zëvendës Ministria e Infrastrukturës në rast konkret. Dhe unë thash që ka treguar një kujdes të shtuar nga pika A deri në pikën Z, nga momenti i fundit. Për shkak të rëndësisë ndoshta strategjike të Po tani është ky rasti apo jo? Unë ta thash në lloj forme. Dakor. Tani a është kjo përgjegjëse për si autoritet kontraktor, drejtuese autoritetit kontraktor apo jo? Se nëse nuk është, si kundër flite, si kundër e thon prap ata kolegët e tu që kjo ç'lidhje ka kjo me tenderat? Jo, përgjegjëse autoritetit kontraktor sepse është ministria që kjo drejton. Të paktën e di se ku do marrin tender, ku unë kështu pretendoj. Ore. O je, o nuk je. Je është. Pra, nëse ti nuk je, atëherë do të thotë që ti nuk ke pse të interesohesh për tenderin X, Y apo Z. Që s'ke arsye vëlla, ja ke dhënë le të themi përgjegjësinë me firmë sekretarit përgjithshëm për të iniciuar prokurimin e një tendri, është njësia e prokurimit që bën gjithë fazën e dokumentacionit, është KVO-ja, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, i cili ndan se kush është fituesi apo jo. Ç'lidhje ka ministri kështu? Po e flas teorikisht. Në rastin konkret, se kjo është pjesë e dosjes që ta dish ti, në rastin konkret rezulton sipas SPAK-ut, se unë nuk di se ata janë nga gallaret e hetimit, që edhe sipas këtyre përgjimeve, që zonja Balluku jo thjesht është interesuar. Zonja Balluku ka thënë që në fillim se si duhet jetë dokumentacioni i tenderit, se si duhet të operohet, se kush do dalin fitues dhe madje kur do të publikohet lajmi. Që del fitues ky apo jo. E ta Pas mbarojnë kërcënimi. Po. Pra, ja, për këtë po flasim. Për këtë gjë po flasim. Dhe po flasim që 20 minuta përpara se të shkojë zonja Balluku në prokurorinë e posaçme, kotrasisht futet motra e zonjës Balluku në SPAK. Ta që se din, Pamela Qirko është motra e zonjës Belinda Balluku, e cila ka bërë vettingun e prokurorëve dhe të gjyqtarëve në këtë vend. Shefja e shkallës parë. Duke përfshirë dhe prokurorin konkret. To vi aty. Duke përfshirë edhe Tritan Prençin. Çfarë do thotë kjo? Prit ta shpjegoj. Me ligj, zotëri nderuar, në momentin kur ti nuk je më pjesë e KPK-s apo KPA-s, ti paguash me brok të plot, 1 vit rresht, dhe ti je në konflikt interesi me çfarë do lloj pune publike. Pra ti nuk mund të jesh as avokat, as edhe një gjë, se ti paguash nga taksat e mia. Ah, okay. Pamela Qirko, deri në 31 dhjetor 2025 e merr rrogën duke netur në shtëpi. Okay. Se kështu i kanë bërë rregull. Një lloj vlerësimi që ka bërë shteti në këtë rast. Vlerësimi financiar. Ecim avokat me këtë që thash. Tani, ta arrin këtu. Pamela Qirko nxjerr ka ekstraktin aty, u regjistrorën në QKB në datën 30 tetor, një ditë përpara komunikimit akuzës. Dhe në 31 tetor shkon aty. Po. Dhe në ndërkohë po ta shikosh aty, pika 5 sot fusha e veprimtarisë. Është diskutuar me rëskaluar me Karanxhën, është pa përcaktuar. Është bërë. Po ma trego mua ti, po mundi një shqiptar në Republikën e Shqipërisë që të fusin letra për të bërë person fizik apo SHPK apo SHA pa objekt veprimtarie, fushë veprimtarie dhe do t'ja kaloj që ka bëja këtë gjë. Po e gjete ti, këtë gjë, unë qatë them ty pas e mrapa. Ti kur fut domethënë për ta regjistruar kompaninë tënde, person fizik
apo SHPK, apo SHA, je i detyruar të plotësosh të gjitha fushat. Pra, 100, 200, 300, 400, 500 deri te 9-ta. Okej. Si është e mundur që QKB-ja pas ka pranuar kësaj zonjës, pa plotësoka, pa objekt veprimtarie? Si është e mundur? Po më tregoti se pyetja ime është retorik, unë jam idiot në këtë punë. S'marr vesh nga këto gjëra. Unë di t'i them që as i shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe jo vetëm, po ta bënte një gjë të tillë nuk doja kalonte QKB-ja. Di thoshte jo zotri se ka harruar pashkruajt të objektin vet. Me çfarë do merresh ti që po hap këtë njiptin? Kazmallok, çfarë do bosh ti? Në qartë. Kurse kjo zonja e regjistron Po ti thua sharja e saj atje ishte formë presioni për dritan Prençin për gjithë prokurorët. ditën e gjithë natën. Bile me gjithë shtunë e diele dhe festivitete bashkë. Dhe mua për te kësaj, po të them një herë tjetër, si është e mundur që QKB-ja ja ka dhënë këtë? Sepse kjo zonja me këtë këtu, me këtë ekstraktin që po flasim është prezantuar tek spaku, vlla, se s'mund të futesh pa as i letë në spaku. Në qartë. Mua ma grisin prokurën në qoftë se është shkruar një fjali gabim. Ti ma ke dhënë prokurën e përfaqësimit, Si avokat. si avokat dhe ti po ta kem shkruar pri se sa pas ka situar kështu ty këtu. Ti e gris, thua të nxjerr për jashta. Jo pa objekt veprimtarie fare. Si e pas ka pranuar ky zotëria këtë? Ky dritan Premçi. Ku t'ja tregojnë këto historia? Ku në çfarë veni? Në Zulu ku jetojmë neve? Okej. Okej. Mirë, jo. Ashtu. Unë okej do them për Ti je në rregull më bu. gjys, jam në rregull unë jo, se ti e di si është ç'është unë pak më parë nëse do dëgjoja. Dhe po merreni me majën e icebergut. Maja fare. Nuk e s'ke prekur ujin. Preke. Kush ka ndaluar? Aeroporti i Vlorës. Shfirmosur nga Belinda Balluku. Iku Damian Gjiknuri nga ministër pikërisht për aeroportin Vlorës sepse nuk pranoi që ta firmoste. Dhe vajti kjo zonja tha, po se firmosoj për firmosur më. Si që kanë këta. Rregull. U marrë aeroporti Vlorës, u morën 100 milion euro kredi nga banka. Për çfarë u morën 100 milion euro kredi me zotrin? Për të plotësuar qokën, po ngre Alibinu këtu tani. E lexon dot pyetjen 4? Që është në radhë? E lexon dot? Po nuk A është kjo akuzë vetëm maja e piramidës financiare të tendrave të dhënë për vepra të tilla infrastrukturore, pyetje që un kam sot. Nëse më akuzon mua për majën e icebergut. Jo, unë e di guximin tim që kam unë raport me audiencën. Ta vazhdoj tani unë. Vazhdoj, po ti, okay. Vazhdoj që t'japim fjalën e Kështu se presën unë jo dua të dëgjojmë. Jam interesuar dhe unë. Bravo, e shikon? Më kupton. Mirë kuptoi dhe mua sepse a folëm për majën e icebergut. Ku e aeroportin e Vlorës? Tjetër. Tigrat 94.500 euro në ditë. 94.000 janë dy anë një energji. Ke vlerësa kanë shkuar sot? Nuk e di. Okej, në rregull. Po bëj sa janë aty që në 2020-ën. 2020-2021-shin. Mos ka ardhur 2022 kur që një krizë energjetike. Kur të duash ti kanë ardhur. Okej. Unë po të them këta 94.500 euro në ditë që paguhet kontrata nga shqiptarët për këto ditë që s'punojnë. Në totalin këto kanë bërë 63.700 megavatorë energji. Kaq kanë prodhuar këto. Nga dita që kanë ardhur aty dhe deri sot 63.700 megavatorë energji elektrike. Tjetër avokat. Kjo 63.700 megavatorë është sa argjon Shqipëria në një ditë. Kaq kanë prodhuar këta gjatë gjithë këtyre viteve. Tjetër po të flas për Thuman Kashari. Që si pas prokurorisë është duke hetuar 473 milion euro. E tha Dumani, është çështën e tim para prakë. 470, të dalte Dumani, ma bëj pyetjen pak më vonë se ai ka fakba. Po duroj një sekond, se do flas. 473 milion euro. 300 milion euro për 16 vitet të rrugës Qukës-Qapllocë. Të ju lutem të gjithë, shkoni bëni një itinerar deri në Korçë dhe shikoni se çfarë kanë bërë këta zotërin. Tjetër. 3 kilometra rrugë mali. Ta jetoj spaku, e përmende, tjetër, ka afer tjetër. Ka afer tjetër. Te ky icebergu, po, çka ka tjetër? 185 milion euro të humbura në një ditë të vetme në bursën për energjinë elektrike. Pra ne të zgjuarit e botës, shkonim blinim energji, po e bëjmë thjesht. Energjia shiteshe me 10 lek sot, ne pritëm ditën tjetër që energjia shitej me 15 lek.
po e bëj thjesht tash, dhe dëmi ekonomik në një ditë vetme nga OSHE-ja që e mbulon kjo zonja Balluku është 185 milion euro dhe jo pa qëllim, ka një javë spaku që i rrinë në derë atij drejtorit të OSHE-s sot. Për të çështje? Për këto dhe për tjera, se ka shumë aty. Pra, nuk i mbaroj, si mbarojmë dot sot. Po s'marojnë. Okej, këtë sa duash ti këto më vinë në mend mua. Emisionin tjetër listoj një sër çështjesh tjera dhe i diskutojmë këtu. Maja Icebergut ka shumë çështje sepse siç e thash edhe në fillim, vetëm këtë çështje janë 3 çështje të procedurave që një. Ka dhe shumë çështje që janë në hetim, edhe që po diskutohet, për shembull që nuk është bërë asnjë lloj shërbimi dhe janë marrë parat. Rasti i Tigrave është për çfarë aty, çfarë këto kontrata të lidhura duhet verifikohet. Neve spaku duhet bëhet duhet lëviz më shumë. E pengon sepse te Tigrat ka shkuar dhe Yuri Kim, po të kemi parasysh. Ambasadorja dhe sot nga djenia që kemi ka filluar punë te këto Tigrat. Atëherë duhet ndaj çështën të çojë çështën në Amerikë për korrupsion. Pse mos ta filloj çështjen spaku? Kemi marrëveshje ndërkombëtare, vinë ata te ne dhe ne duhet t'ia çojmë. Si kjo shkoj bëni lobim për këta, nëse lejohet mbas ligjit tyre është punë tjetër. Neve të bëjmë tonën. Të ndahet çështja, të verifikohet, ka qenë të bëhen pamjet filmike që kanë ngulkon dhe ti fillove punë te Tigra, se kjo para na sjell dëm. Pra erdhi një ambasadore, filloi punë vetën edhe po vidhet populli shqiptar. Duhet verifikohen këto punë. Okay. Pra duhet ndarë çështje. Ndahet çështja çohet. Rasti i Adriatik Dhalës, u pretendoi që kishte shku Donald Luja, që ishte bë presion për çështjen e bankës, se po kthejmë prap. Të niset të verifikohet, ai është në kërkim sepse për kësaj çështje është në kërkim të kemi parasysh, sepse i rishin ato të ambasadës nga mbrapa derisa e futën në burg, të fillohet çështja. Neve duhet mbrojmë interesat tona ku janë vjedhur paratë e taksavaguesve shqiptar. Se këto janë vjedhur sa nuk është bërë asnjë shërbim. Bankës që është vjedh nafta, këtu po vjedhin paratë e buxhetit shtetit. Për mi bëj qokën njërit apo tjetrit. Këto çështje duhet të fillojnë. E pengon diçka spagun? Tani gjërsa ke marrë përsipër këtë detyrë duhet t'i jepësh para. Tash lidhem me Pamela Balluku që ta qirko. Po, ta seroj. Tani çfarë vën ndryshimin nga ana tjetër? Shohim eksperiencën punë. Pamela Qirko ka qenë tërkohës juriste AMC-s. Në kundërshtim me ligjin u fut nga motra vetë në vetting, sepse nuk i plotësonte Neni 6 që diskutuan. E futi Balluku. Po kush e futi? Okej, eci. E futi, çfarë them aty, e futi postieri i parlamentit. S'ka fuqi. Pra, eksperjenca në punë ke punu me AMC-n. Si mund vishti te një dosje që nuk i njeh mirë çështjet penale? E dyta, dalja e NIPT-it. Po e marrim të mirë qenë se ka funksionuar. Ti të vjen fletëthirja 5 ditë para, gjatë kohës së fletëthirjes ti nxjerr NIPT. Kupton? Me 30 me 31 ke datën e pyetjes. Se u shty herën e parë, po të keni parasysh u shty herën e parë. Po fletëthirja e dytë. Pra ty te fletëthirja e parë, te fletëthirja e dytë ti tani që këtu lind dyshimi si e fut. Dhe e treta. Kjo fut në vetting tash, ka kalu prokurorin dhe po vjen të mbroj motrën para këtij prokurori që ka kalu. Ndukje është konflikt se ke bën ner. Pa e paragjyku fare atë kalimin e personit. Kshu lexohet. Lexohet apo tash. Okay. Ti merr motrën që ti ja vesh ti. Dhe ti po përdor motrën e tate për nderin që i bën që e futet këtu. Pra kemi një edhe kthim nderi brenda familjes. Pra unë të fut atu tash erdhi dita ti të mbrosh këtu. Dhe këtu sepse mund ndodhë që i plotëson kriteret ligjore, burin futu. Edhe jep dorëheqjen kur ka konfliktin e interesit, por as dorëheqjen ato këto janë kaluar blok gjithë dhe tash po vjen kohë. Thonë që kushdo prokuror që të jetë aty ka detyrim përballë zonjës Qirko. Po tash ai ka kaluar në vetting. Të gjithë pra. Po i ka kaluar tash vjen avokat, domethënë eksperiencën punë nuk e ke, se ke punuar te AMC, se janë kontratë, janë fatet që janë të deklaruara nga vetë. Tani gjatë sa kohë ke qenë, pavarësisht se kanë një vit statusin e por nuk duhet të jetë fare aty, morë. Duhet të jetë fare aty. Po sepse ti po shkon shumë larg. Jo, po shkoj flas edhe nga pikpamja këtë, edhe nuk po e përsëris. Nga pikpamja teknike, pra ti merr një person që s'di. Pra ti merr një avokat, sepse avokatit marrin të mbrojtë që di më shumë, për shkak mund të jetë civilist. Se ne këtu simi për fidrin ose si furnizohet me val zona Laprakës. Pra është AMC-ja antena, furnizohet është Shqiponia, çfarë shpejtësie ka vala. Nëse jemi këtu e marrim të është e fushës vet. Kjo ka me tendera, që duhet njohësh mirë të drejtën penale. Dhe duhet edhe tendra duhet të njohësh mirë. Pra ti të marrësh një njerëz në thel pa eksperiencë. Të krijohet dukja që ti këtë e ke marr thjesht për këtë që ka kalu vettingun dhe më ke detyrim. Okej, e kuptova.
Faleminderit Karanja. Për ta përmbyllur, se kjo duket sikur nuk përmbyllet. Për të qenë sepse kemi shumë për diskutuar, fakti që janë njësër çështje, nëse ne mund t'i marrim çështjet gjitha në trajtim, secila kërkon një emision më vetë apo ndoshta 2. A mund të përbëj dosja e tunelit Llogaras një pikë kthese historike për prokurorinë e posaçme SPAK, që në një farë forme është një organ i cili nuk ka një filtr politik dhe mund të shkojë deri aty ku do duhet të shkojë për të tetuar çështje të tilla. Atë do them dy gjëra, shumë mirë. Ti merren tani në mendje. E para njëherë, nëse një organ akuze, si SPAK-u, është realisht i interesuar dhe profesionalisht i denj në raport me punën që duhet të bëj, gjën e parë fare, duhet kishte bërë të pamundur që të shkonte ti merrte dëshmi Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj, këto gjëra që sapo thash unë, i ka thënë 10 herë më keq se sa unë. Publikisht në media. Publikisht në media. Pra se të thuash plaçkitja më e madhe e kombit shqiptar quhet Belinda Balluku, Arben Ahmetaj ka thënë këtë, nuk e thash unë. Unë do doja ta kisha thënë unë, po se marr dot autorisinë. Okej. Arben Ahmetaj ishte ai që tha, kam qenë unë, Belinda Balluku dhe Edi Rama, që pasi anulluam fituesin e tenderit të Llogaras për 140 milionë euro, shkuam 5 ditë më vonë në Ankara, në Turqi, jo në Ankara, po në Turqi se nuk e di se. Takuam këta personat e kompanisë turke, bën pazarin aty dhe u kthyem dhe ri bën tenderin. E ka thënë Ben Ahmetaj këtë gjë. Nuk ishte numri 2 i shtetit shqiptar. Okej. Dhe nëse ti si organ akuze, ti intereson e vërteta, ashtu si kundër është, ti duhet të kishe bërë kapërdimje për ta marrë Arben Ahmetajn për t'i marrë dëshmi. Dhe nuk mund të bësh e palaço, siç u bëre në parlament, ku shkove aty dhe ktheje përgjigje, cili do qoftë nga ata që e pyeti, që po neve jemi të interesuar që ta marrim Ben Ahmetajn, por ai mjafton që të bëhet bashkëpunëtori joni. Domethënë, ti do me patjetër që Ben Ahmetaj të pranoj fajin që i ke ngritur ti, edhe nëse nuk është me faj, që të shkosh t'i marrësh dëshmin, sepse që ta kuptojnë shqiptarët. Për të bërë bashkëpunëtor i drejtësisë, do duhet të pranosh faja që të ka ngritur drejtësia ty mbi kurriz. Po. Çu do të digje? Në rregull. Te Ben Ahmetaj, nëse ai mendon veten që është i pafajshëm, nuk mund të pranojë një deal të tillë, një marrëveshje të tillë. Por ti, si SPAK, nëse ke interes për qytetarin shqiptar, për vjedhjet që i ka ndodhur këtij vendi, shkon dhe gjen dhe e merr dëshminë Arben Ahmetajt në çdo lloj situate dhe vendi. Ngrihet me një OPG ose 2 OPG dhe një prokuror i SPAK-ut, shkon në Zvicër, në Lugano aty ku është, ja merr dhe kthehet. Kaq e thjeshtë është dëshmia. Nuk duan ta bëjnë. Po sigurisht duan ta bëjnë. Okej. Tani edhe një gjë që ka kaluar për ciptazi. Ore ky SPAK-u, ky Altin Dumani i famshëm, ky eroi jo i fëmijëve të shqiptarëve, se fëmijët mi nuk është ai, po edhe për te Shqipërisë. Që nuk le gjë pa xhirë në media kur vjen puna për të t'i dhënë feedback vetes tia. Pse nuk e tha një fjalë për takimin që pati me Mark Fleming më parë? Kam kërkuar unë informacion, nuk jepet. Pse nuk e tha një fjalë për zëvendësimin sekretarin e shtetit që e takoi përpara pak ditësh? Kam kërkuar informacion, nuk e japi. Okej. Po pse është e mundur? Për çfarë këtë takim? Po pse e fshekë ky Altin Dumani? Se ky është ai që mori dekoratën nga Blinken më burr. Si është e mundur që kemi ka takuar dhe matas dhe djathtas askush nuk flet. Po pra, si është e mundur që Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku e kanë takuar. Lamallari, ministri i drejtësisë, zonja Kociu, Albana Kociu, e kanë takuar dhe nuk thonë asë të një gjysmë fjale. Se çka ka thënë emisari i Shteteve Bashkuara të Amerikës, çfarë ka biseduar, çfarë u ka thënë këtyre, ndoshta u ka thënë domethënë bravo. Ka shumë rolin e Escobarit, ë? Po, jo pak a shumë. Njëjti rol, është njëjti rol. Njëjti rol me Escobarin. Se ndoshta ka ardhur Morante dhe u ka thënë bravo qoftë dhe u ka rrafur shpatullat. Unë nuk besoj. Po, pyetja ime. Prandaj nuk flasim besoj. Pyetja ime është, ora çfarë, ora ti heq këta që janë politik, se këta politikët do më thonë, okay, politik, bëjnë dhe s'duhet merre me këta, as me ministrat dhe as me opozitët. Ti shefi SPAK-ut, ti eroi i madh i këtij kombit, ti që hape Gjoksin dhe çove Erion Velienburg dhe Elier Metën.
Pse s'ngrite akuzë njëtën akuzë për Belinda Ballukun, më? Kush je ti, më? Si është e mundur, më, që ti shkon aty në Amerikë dhe ças bën dhe foto dhe kur shkon në tualet? Pse nuk xhore një deklarat për çfarë fole ti për me Mark Fleming? Ndoshta mund të kërkuar nga ana e tyre, po themi, për ta zbutur në gjithë të kërkesë, i them ndoshta ka kërkuar ai që mos bëhet asgjë publike. Mark Fleming kërkon një gjë të tillë? Po, mund ta ketë kërkuar, ndoshta për interesat të shtetit amerikan. Po, mund të thoshte vetëm kaq, që Mark Fleming pati një takim me kreun e Spakut për inkurajojnë timin, bashkëpunimin dhe më të thash, si është e mundur që dalin deri në këto pika? Ne tregojmë që nuk kemi vasal, më zotrin, se vasaliteti ka dhe një lloj emocioni. Ne jemi brejtës më amfib. Në qenë se më shqetësove pak çfarë tek çështja e Icebergut dhe unë reagova dhe unë kam akoma atë, këtu ka vdekur sovraniteti, avokat. Ku kishte sovraniteti? Jo, kemi pasur. Kur më kohën e Verozës? Sovraniteti këtu e di që ka vdekur. Kohën e Verozës kishte. Mirë, ne ndalim te një tjetër çështje, për sa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese në raport me kryebashkiakun Erion Veliaj, pasi tashmë ai do vijoj të jetë në krye të Bashkisë së Tiranës deri në përfundim të mandatit, në rast se nuk do të ketë deri atëherë një vendim për ta dënuar atë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe që më pas vendimi dhe më pas Këshilli i Ministrave kërkoi një vendim për shkarkimin e tij. Ndjekim insertin, çfarë tha gjykata kushtetuese dhe si riktheu Veliaj në detyrë dhe diskutojmë me Leonard Karajn dhe Ervin Karanxha. Veliaj duket se ka fituar përballjen e tij të parë me drejtësinë dhe pikërisht ndoshta me ata për të cilët, siç edhe vetë u shpreh, Zotit i fal sepse nuk e din ç'bëjnë, duke referuar vendimit të Këshillit Bashkiak që kërkoi largimin e tij, por jo vetëm, edhe Këshillit të Ministrave. Pas një seance maraton që zgjati mbi shtator dhe ku ish kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, u dëgjua disa herë për pretendimet mbi shkarkimin nga detyra. Me vendim të Këshillit të Ministrave, gjykata kushtetuese i dha të drejtë atij. Me shumicë votash ajo shfuqizoi si të papajtueshëm me kushtetutën vendimet që i morën postin dhe hapën rrugë për zgjedhje të reja në kryeqytet. Me vendimin e shpallur më 3 nëntor 2025, gjykata kushtetuese u shpreh se kishte jurisdiksion të plot për të shqyrtuar aktin e qeverisë që sharkoi kryetarin e Bashkisë Tiranë, duke nënvizuar se një organ i zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët mund të largohet vetëm për shkelje të rënda të kushtetutës dhe ligjeve. Sipas gjyqtarëve, Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Bashkiak kishin vepruar në shkelje të këtyre parimeve, pasi nuk e kishin njoftuar Veliajin dhe nuk i kishin garantuar të drejtën për të dëgjuar apo për të mbrojtur. Në arsyetimin e saj, gjykata theksonte se procesi i rregullt nuk është formalitet, por garanci themelore kushtetuese që nuk mund të zhvendoset nga organet publike tek individi. Në analizën e fakteve, gjykata arriti në përfundimin se vendimi i Këshillit të Ministrave nuk kishte arsyetuar qartësisht se cilat ishin shkeljet e rënda të kushtetutës apo të ligjit që mund të justifikonin shkarkimin e një kryebashkiaku të zgjedhur me votë të lirë. 3 prej gjyqtarëve megjithatë shprehen mendim të ndryshëm duke argumentuar se ligji u kishte dhënë organeve ekzekutive të drejtën për të vepruar në raste të tilla, por shumica u shpreh qartë. Procedura e ndjekur nga qeveria nuk kishte garantuar proces të drejtë dhe proporcional. Vendimi i gjykatës nuk ndalet vetëm tek qeveria, si pasojë e shfuqizimit të vendimit të Këshillit të Ministrave, u rrëzua edhe dekreti i presidentit të Republikës që kishte caktuar datën e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Kushtetuesja theksoi se për sa kohë akti i bazë i shkarkimit ishte antikushtetues, çdo akti më passhëm që buron prej tij, përfshirë dekretin presidencial, është i pavlefshëm. Ky vendim pezullon automatikisht çdo proces zgjedhor të planifikuar për kryeqytetin, duke rikthyer Erion Veliaj në detyrë deri në përfundim të mandatit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka një peshë që shkon përtej aspektit juridik. Ai konsiderohet në duke si një rikthim politik i Veliajit në skenë, pas muajsh në pritje të një vendimi që do të përcaktonte fatin e tij institucional. Në rrafshin simbolik rikthimi i tij në zyrën e Bashkisë Tiranë për të bërë një sinjal të qartë për qeverinë. Ndërhyrjet politike në organet e zgjedhura drejt për drejt nga qytetarët nuk mund të kalojnë pa u kontrolluar nga kushtetuesja. Dhe pyetja që shtrohet është, a mos ndoshta këtë herë fjala që ai tha Zoti i fal se nuk din ç'bëjnë, po zë vendin e saj? Mirë, jemi rikthyer. Ky pra ishte le të themi zaurimi që është bërë në insert për sa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese. Unë bisedën do ta nis me Karanxhën sepse herës kaluar e trajtuan këtë çështje përpara se të jepej vendimi për Veliajin dhe në analizën e tij Karanxha tha që mënyra se si është zhvilluar procedura ndaj Erion Veliajit në Këshillin Bashkiak nuk është korrekte. S'është korrekte. Dhe fakti konstatuar nga gjykata kushtetuese. Pra ju kishit të drejtë Karanxha kur thatë këtë. Fitoria e parë e Veliajit? Unë e shoh, domethënë kjo është fitore gjithë qytetarëve shqiptar,
që administrata shtetërore, sepse kur ja bën këtë gjë Erion Velis, që është kryetari i Bashkisë Tiranës, administrata mund t'ja bëj këtë lloj arrogancë, mund t'ja bëj çdo lloj qytetari thjesht. Dhe një kontratë pune që zgjidhet, ka mënyra se si zgjidhet, është njoftohet, ka afati i njoftimit, mbahet një procedurë verbal për mbledhjen dhe gjërat saj natyre. Pra të shkarkosh kryetarin e bashkisë më të madhe në vend pa e dëgjuar fare, kur ai ta ka bërë kërkesën me shkrim, ta ka bërë 2 herë dhe thuhet që nuk është e nevojshme, kjo është për mua është fitore e parë. Pra është fitore e parë që çdo kush ka drejt të dëgjohet para se të gjykohet. Kjo përbën dhe një çang për administratën shtetërore që të ketë kujdes kur cënon lirit dhe drejta, sepse parimi i gjimit është dhe në procesin administrativ. Se disa thonë është proces administrativ shkon gjykat. Jo, jo, ti qynë në procesin administrativ duhet të sigurosh shtetit të drejtën e dëgjimit dhe drejtën me mbrojtje. Ka drejt këtë mbrojtës. Avokat që të mësoj, sepse mund ta orientoj për shkeljen e ligjit. E dyta ishte që gjykata kushtetuese vendosi që masa e sigurimit arrest në burg nuk përbën shkelje të rënd kushtetutës konform në 115 kushtetutës. Është një interpretim i gjykatës kushtetuese i cili nuk diskutohet, pavarësisht se u ndan 5 me 3. Se dështa ta thoshe këtë, pavarësisht se u ndan 5 me 3, 3 prej tyre menduan që kjo është një shumicë që duhet të vlerësohet. Në rastin konkret, mendoj se nuk është i zbardhur i plot vendimi, është parë që nuk mund të pushteti qendror të shkarkoj për shkakun e një mase sigurimi, se ky është pra, është shkarkuar nga kryeministri për shkak të një mase sigurimi të vendosur. Dhe nuk përbën shkelje, mund duket si ndërhyrje e pushtetit qendror tek lokali. Dhe është ruetur pavarësia. Gjithë problemi që diskutohet është si do ushtrohet funksioni i kryetarit të bashkisë. Për këtë mund ta diskutojmë më mbrapa. Në qartë. Mund ta ashtu. Avokati, lehtëson përballjen me SPAK? Kush vendimi i gjykatës? Vendimi i gjykatës kushtetuese. Jo, fare. Fakti që e lanë në detyrë sigurisht bashkiak. S'ka lidhje hiç. Nuk ndikon fakti që ai po përballën sigurisht bashkisë më të madhe? Ja, fare, pra dhe po. Si arsyeton? Po dua ta shpjegoj sepse ka ngritur një kakofoni e madhe tani, domethënë që meqense gjykata kushtetuese u shpreh në lidhje me vendimin për Erion Velien, duket domethënë sikur Erion Velia tani nesër do dalë nga burgu. Nuk ka lidhje. Çështja penale për të cilin Erion Velia sot është në mas sigurimi arrest me burg në qelitë e paraburgimit në Durrës me vendimin që ka dhënë gjykata kushtetuese. Nuk ka fare lidhje me njëra tjetrën. Okej. Gjykata kushtetuese është shprehur në lidhje me parimin e mënyrës se si duhet ose jo të shkarkohet një kryebashkiak. Jo kryebashkiaku Erion Velie, një kryebashkiak. Pra, ky është parimi. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese duhet parë historik, të paktën sipas mendimit tim, se unë gjithmonë kam qenë dyshues ndaj kësaj gjykate. Këtë herë? Nuk përkoj me atë që ti kërkoje? Përkoj, realisht përkoj. Dyshimi im ka ardhur për shkak se ti po flet me ajkën e gjyqësorit shqiptar dhe përbërja e kësaj gjykate, që në krye të herës unë ta kam thënë, këta pjesa më e madhe e tyre mund të jenë njerëz shumë të zgjuar në profesionin që kanë, por nuk ka lidhje me gjykatën kushtetuese. Se nëse ti asnjëherë në jetën tënde nuk e ke veshur mantelin e gjykatësit dhe ti mua të më japësh më aty. Po ti tani kur shkon aty do bësh gjykatësin doktrinën kushtetuese. Çfarë do bësh ti aty? Ti sot nga 8 veta që janë aty, vetëm 2 janë gjyqtarë për kushtetues. Igli Toska dhe Masida Xhafellari. 6 të tjerë nuk kanë lidhje me gjykatën kushtetuese. Ka dhe notera ti mes tyre. Sonila Betja vjen nga noteria, Orta Zaçe vjen nga noteria, që është kryetare e gjykatës kushtetuese. Nga noteria, më ka bërë notere në Amerikë dhe e solli me katapultë, e solli në Shqipëri dhe e bën dhe kryetare. Okej. Kjo është fakt, unë s'po them. Jo, unë kemi të përqendruar tek çështja e Veliet. Këtu e mbylla, domethënë me çesem ka. Gjithë këto problema ata përkuan me atë që ti kërkoje. Po, edhe këtë po them tani. Pastaj cenet që do të nxjerrin kryeministri, a e shikoni juve që unë se kontrolloj atë? Vendimin të lutem ta lexojmë. Se kontrollojnë atë? Po, nuk e kontrollojnë. Ta lexojmë për ta ndihmuar bisedën se kam të nxjerr këtu. Po e kemi lexuar 15 herë. Jo, po ta lexojmë për audiencën time, se ndoshta audienca ime nuk e ka parë. Disa rrëdhime logjike nga vendimi i gjykatës kushtetuese, thot kryeministri Rama, pika 1, ja që edhe një herë u provua se nuk i pas kam ka por unë të tëra pushtete dhe kjo është një gjë sa e qartë, aq edhe e mirë apo jo. Pika 2, nëse Tirana
nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, po edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet apo jo. Pika 3. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos presë që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira apo jo. Pika 1 dhe 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për tu parë. Ndërkohë letërojmë që kushdo që ka në dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Si e zbërtheve këtë? E para njëherë, unë nuk e kuptoj sepse që ka në numra e kanë fjalën në qitër histori, po Tirana po ngeli pa kryetar që ka problem shumë i madh dhe tropoja nuk është problem i madh, se atje ata që ndërtojnë tropoj nuk janë njerëz, po janë kafsh. Rregull? Se tu ka thagma këtu. Trajtim disproporcional i bashkive. Po apo flasim për bashki, për kryebashkiak. Jam okay, logjik. Apo flasim për parime. Çfarë ndryshimi pas ka Erion Veliaj nga Rexh Biberi? Kryebashkiak është njëri, kryebashkiak është tjetri. Ky është kryebashkiak i 1 milion banorëve, ai është kryebashkiak i 100.000 banorëve ose 10.000 banorëve. Çfarë lidhje ka? Kryebashkiak është funditës. Dhe po flasim për parim. Pse aty ndërpoje lek e ti këtë? Kurse në Tiranë nuk e lek këtë ti. E para e dy. Po pse më tudhim tani Tirana aty? Po pse studhim në 10 maj ty Tirana? 10. Pse them datën 10 maj? Sepse në bazë të atij vendimi që morë ti, në bazë të VKM-s të ligjit për 3 muaj, plotësohesh në datën 10 maj. 10 maj. Pse se kërkove ti në 10 maj apo u kompleksove nga ideja që e kërkoi grupi i Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës këtë gjë? 10 maj u plotësua. E çonja e kërkoi domethënë që të shkarkohej Erion Veliaj. Po kur pas ka qenë kjo, po pse pranove ti dhe e morë të mirëqen ti firmën e Erion Veliajt në datën 9/10/11 korrik. Kur Erion Veliaj me dorën e tij ka firmosur ndryshimet në Gjykbashkinë e Tiranës, tikin kjo të vendosot ky. Pra ky pas ka qenë ushtruesi i detyrës. Po sikur Rama të ketë qenë në pritje të një konfirmimi për dhënien e dorëheqjes apo jo nga ana e Erion Veliajt. Por ti je kryeministër. Ti nuk mund të ecësh me ndjesitë e mia se si gdhijem unë në mëngjes tore. Çfarë po thua? Kush je? Një mendim bash. E dyta, ti je kryeministër, po je i zgjedhur ti. Po unë pse nuk jam në të njëjtën rang me ty dhe unë i zgjedhur jam. Dhe unë i zgjedhur jam o zotërin nderuar, ka marrë 200.000 vota. Ti ndoshta si ke marrë 200.000 vota. Sepse ti vërtet ke marrë 800.000 vota, po i ke marrë nga 80 deputet që të përfaqësojnë ty. Si që ka kjo një lloj? Kurse unë 200.000 vota i ka marrë vetë si kryetar bashkie, si Erion Veliaj, apo ai tjetri. Pse ço ke ti më i madh se sa unë? Në këtë raport, zgjedhurin e disgjedhurit. Po flasim për të njëjtat raporte. Tani kjo firma ime, kur e kam hedhur unë si ushtrues i detyrës, kam qenë ushtrues i detyre, edhe në korrik, edhe në gusht, edhe në maj, edhe në mars, ose s'kam qenë. Pse ti kur të vi për mbarë e merr ti? Heqen e Alban Dokushit, apo Ina Goxha dhe vendosen e Aunëla Seristanit. Pse që ka normale kjo për ty? Edhe e treta, kur thot qëndrimi, thot i gjykatës kushtetuese nuk që ka parimor dhe është dëm qeverisë. Po pse pas ka qenë dëm qeverisë, zotërin nderuar? Genti Ibrahimi, një antar të gjykatës kushtetuese që ka votuar kundër atë. Ka votuar kundër Erion Veliaj. Bashkë me kryetarin Olta Zaki. Është kunati i Mimi Kodhelit. Tani të thuash ti Genti Ibrahimit që nuk ka vestur të majtë brenda shpirtit të tij, është si një lloj si të më thuash mua ke devianca. Kjo është tjetër histori. Kjo tjetër. Po mirë mund të jetë kuna, mund të jetë i vllaj. Në mirë. Edhe treta, ti del si kryeministër dhe thua po më dhimbse të kryeqyteti. Tani tu dhimbs kryeqyteti ty. Po e lën qytetin pas zgjedhje. Tani. Po pse nuk tu dhimbs ty kryeqyteti dhe thoshe ti zotërin nderuar? E para një ti e shkarkove Erion Veliajin akoma pa filluar procedurën, sepse ti dole në 9 shtator zotërin nderuar dhe the Zonja Eugeta Manastiliu, s'kishte filluar akoma, s'dish asnjë gjë se ç'është ndodhur me Erion Veliajin. Zonja Eugeta Manastiliu është kandidate për kryetare bashkie të Tiranës. Pra ti nxorë kandidate, akoma pa hequr këtë robin. 1 muaj përpara. 2 muaj përpara. Ti
24 orë përpara se ta çojnë vetimin në Këshillin Bashkiak, i thirrë ata si çaj në rrugë tek celia e Partisë Socialiste, duke u bërë mbledhje antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Partisë Socialiste. Për çaj thirrë aty ti? Për t'u treguar se si duhet sillen ata? Ti nuk do që asnjë lloj procedure ku shkove në Këshillin Bashkiak dhe thoshe ky njeriu ka mund të jetë kriminali më i madh në botë, po ka të drejta që ja mbron kushtetuta, të dëgjohet më. Minimalisht. Këtu kap dhe kushtetuesja. Se nuk e dëgjove ti këtë? Iku këtu e shkarkoj Këshilli Bashkiak. Mesazhe për Spakun. Se ja çove tek VKM e Këshillit Ministrave, me çtë drejtë ti thua domethënë që ky është shkarkuar në bazë të neni 62.c të 139/2015 dhe nuk citon 115-ën e Kushtetutës. Ti je Këshill Ministrash, zotëri nderuar. Dhe pastaj gafa më e madhe, pastaj nga ai giganti më i madh i jurisprudencës shqiptare që mbron Barion Begajn, që nuk pret as 15 ditë që në ankimit. Po e çon direkt ai dekretin, sa është më i zgjuar në këtë vend këtu. Nuk pret ai as 15 ditë. Okej. Mesazh për Spaku, lexon aty këtu në përreshtat të Ramës. Atë e di cili është mesazhi për Spaku? Cili është? Duke qenë se Erion Veliaj i ka ezauruar të treja shkallët e gjyqësorit në raport me masën e sigurimit personal. Gjela në burg dhe gjykata e lartë. I vetmja mënyrë që Erion Veliaj tani të dalin në një detyrim paraqitje ose arrest shtëpie është që kërkesën për ta bërë një gjë të tillë ndaj gjykatës ta bëj Spaku. Do kthehemi te rasti Sali Berisha. Po ta kujtoni, edhe Sali Berisha i kishte ezauruar të treja shkallët e gjykimit në lidhje me masën e sigurimit personal. Arrest shtëpie, edhe si rrufe nga qielli, asnjëri nuk e priste, përpara vitit të ri, Sali Berisha doli e bëri Spaku. Spaku. GKK. Ai bëri Spaku. Spaku kërkesën në GKK dhe GKK-ja Fiorella Davidi dha tha shkallë parë ashtu. Po shkallë parë dha. Pra këtu do duhet të ngrihet Spaku sepse është ezauruar procedura nga ana e Erion Veliajt për t'i shkuar edhe një herë gjykat për masën e sigurisë. Dhe pa madje ai këtu futet. Kushtetuesi janë gjendë një moment që mund ta bëj këtë? Nuk e bën dot, Leça thot Rama. Sepse gjykata kushtetuese është doktrinë, nuk është gjykat fakti. Okej. Nuk bën themelin e çështjes, se po e bëri edhe këtë gjykata kushtetuese, i bie pastaj që ti shkrim në këto gjykatat apelit dhe gjykatën e lartë. Se çfarë duhet neve? Ti shkrim gjykatë kushtetuese e marrën filmi. Faleminderit avokat. Çfarë lexove në këtë largim të Ramës, Karanja? Presion ndaj Spakut, presion ndaj kushtetueses, një lloj afrimiteti të ri me Veliajn, se kjo është pak ndoshta pyetje pak politike për profilin tuaj, por një përgjigje besoj mund ta kemi. Unë mund ta them, e vërtetë është që Rama, sepse ka pasur shumë debate gjatë asaj periudhe, sikur Rama e ka bërë lojë, ka qenë lojë, ka dashur të shkarkojë, domethënë që dilte kështu. Unë nuk mendoj që është lojë. Gjykata kushtetuese në këtë rast ka vendosur duke zbatuar kushtetutën e ligjit. Thash ai neni 42, po t'ishe shkel edhe në këtë rast, në Shqipëri do kishte shumë, do kishte shtek për arbitraritet. Kjo mund duket një farë afrimi me Veliajn, sepse në një pjesë shprehet edhe për masën e sigurimit, që diskutohet për masën e sigurimit që Tirana nuk mund të rri dot pa, do të thonë për vite me radhë pa kryetar, më shumë e shoh si afrim, do të thonë kuptimin një përplasje dhe të afrohet, sepse thotë edhe pjesa aty është në dëm të lirive të drejtave të njeriut kushtetuese, thotë që është mbajtur në qeli, është shkel parimi i proporcionalitetit. Në një farë mënyre i del mbrojtje. Pra do të është herë e parë sepse siç ishte në fillim që i doli mbrojtje, pati i shkop janë pasë e shoh si afrim që i bën, sepse Erioni e fitoi ndeshjen politike. Ka un parti në kuptimin sepse partitë kemi parasysh si funksionojnë, se për publikun se ne e dim. Kur vendos partia që do hiki një person, do vjet tjetër hikën, nuk ka nevojë siç kanë ikë tjerët. Pra edhe janë postat zgjedhura në bashki, ka thënë jep dorëheqja, ka thënë dorëheqjen tjetër. Tani Erion Veliaj ka vendosur kundra vullnetit të partisë dhe vullneti i partisë u dukte në Këshillin Bashkiak. Antarët e PS-s votuan gjithë pronë me opozitën. Opozita kishte diskutimin që u bë diskutimi, ne jemi për paragrafin e parë në 62, sepse ka shkelje të rënda të kushtetutës, kemi kohë që i kemi, edhe paragrafi 8. Kështu që mendoj është edhe si thosh i far afrimi. Kështu e shohun. Kjo është historia. Për sa i përket, nëse do ketë një dorëheqje të mundshme si kryetar bashkie, e shikon si opsion? Për t'i hapur rrugë
Opsion të shohin që se arrin me marrëveshje. Pra do të thonë nuk mo që do të me forcë, mund të arrit një marrëveshje politike brenda partisë, ai mund ta japi. Kështu ai është i fituar deri në 2027. Ka marrëveshje i lehtëson diçka në raport me hetimin nga SPAK? Tani këtu është diskutimi që diskuton, do të thonë e lehtëson hetimin nga SPAK. Tani janë dy diskutime, domethënë, në lidhje me masën e sigurimit. Do të thonë i pari që tani sa dhe i shpar. Nëse Erion Velie i çon një shkresë drejtorisë Burgjit, i shohin shkresët. Por unë duhet të ushtroj kuadër të vendimit të gjykatës kushtetuese, duhet të ushtroj nga burgu se më dha gjykata kushtetuese. Detyrën. Atëherë mendoj që duhet bëj një ndryshim ose një rregull i veçantë për kryetarin e bashkisë, gjithmonë në kuadër të vendimit të gjykatës kushtetuese që brenda mundësive sado të jetë e mundur, duke respektuar dhe rregulloren e burgjeve dhe ligjin për IEVP-t, që të ushtroj nga burgu atë funksionin e vet. Pra mund të lejohet një korridor një javë që të shkojë një herë në javë në bashki? Kjo s'bëhet sepse je në regjim burgimi. Mund të afrohet me një vend, pra s'mund të jetë Durrës, të vinë në Tiranë që të jetë afër, se s'mund vinë administrata, për akte kryesore. Aktet dytësore mund të delegohen. Pra po thua që një pjesë administratës ta takojë aty për veprime pune, se kuptova. Po ti krijohet mundësia sepse kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Në burg ti krijosh mundësinë të ushtrojë detyrën, por vetëm për respektimin. Bëjmë një zyrë të Bashkisë së Tiranës të para burgimin e Durrësit. E thënë thonjë za. Jo, duhet vinë në Tiranë, të afrohet, duhet gjetë kushte sepse s'mund vinë Durrës pak kjo. Dhe e dyta dalin te opsioni, dytë është zëvendësimi i masës së sigurimit. Tani ne të shohim vendimin e gjykatës kushtetuese te argumente se në mënyrë indirekte ai shpreh edhe për masën e sigurimit, se thotë arrestin burg i pamundson, i pamundson të shohim mos ka një shpjegim për zëvendësim masës, tash te zëvendësimi i masës duhet kemi parasysh. Masa ka kushte dhe kriteret që i kemi diskutuar dhe stër diskutuar. Tani hetimet paraprake janë mbyllur, nuk ka rrezik që të helmoj provat. Pra ai procesi helmimit provave ka rënë, se tash siç flasim me helmim do flasim edhe me terma tona. Provat janë konservuar, janë vënë me tap tash, nuk i gjemo. Nuk helmojnë, mos u mbyll hetimi. Rrezikike. Domethënë mund ta pengojnë ti pasaportën. Mund të heqim pasaportën. Mund të ketë në vend për zëvendësimin e masës, por jo se vendimi i gjykatës kushtetuese është si provë që na kam të provën e re. Mund të në rastin konkret duhet të referohet te kodi i procedurës penale, shifen rrethanat familjare, shifin provat në raport me dëmtimin e provës. Nëse vendimi i gjykatës kushtetuese ka ndonjë citim në lidhje me këtë, atëherë mund të përdoret nga ana e mbrojtjes, që shikoj gjykata kushtetuese, domthonë pavarësisht se dispozitive dysh se kur një vendim është i formës prerë, se ky është dhe diskutimi që ta mbyllset, domethënë. Jo. Lind pyetja merr formë prerë vetëm dispozitiv dhe për në arsyetim. Si rregull dhe në arsyetim, se me këtë arsyetim ti ke dalë dispozitiv. Kështu që mund shërbesi provë re, të presim të zbardhën, dhe të ushtrojë. Pastaj rasti Berisha siç e tha Nardi. Ka dhe diçka tjetër. Duhet kemi parasysh sepse edhe vendimi i gjykatës kushtetuese kemi edhe interesin, këtu dalim tamam tani. Kemi interesin e 160.000, domethënë 1 milion qytetarëve. Zgjedhësve një po të qytetarët e Tiranës, që gjykata kushtetuese ato duhet kenë. Pra duhet parë një në proporcion me gjithë, siç kemi diskutuar më parë. Se unë personalisht jam nga ata që kam thonë dhe Nardi e di, masa sigurimi vendoset për arrest kur çdo masë tjetër është arrest në burg, kur çdo masë është e papërshtatshme. Me qartë. Ka edhe të rasti Velies kam qenë për këtë masë, po u vendos tash themi te Balluku si po mat ky qendrim, sepse ti ke qenë ndryshe. Domethënë neve unë them që edhe për këtë them që duhet të jenë në gjendje të lirë, sepse tash mund të çohet në gjendje të lirë me akuza, s'ka problem. Por tash ndryshimi i standardit është këtu. Domethënë ndryshimi i standardit si edhe dyshimet për SPAK-un. Se harrova të bëj një pyetje tek pjesa e parë se bisedë intensive mund kërkoj SPAK-u që Balluku të largohet nga pozicionet që ka? Jo. Nuk e bën dot. Jo, s'bëhet. Nuk e bën dot sepse është person i zgjedhur. Okay. Kjo është kjo e pengon. Jo, po nuk është i zgjedhur si ministër dhe zëvendës kryeministër. Jo, unë nuk thash si deputet. Ti po kërkon nga SPAK-u që ai ta pezullojë në detyrën që ushton. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot në rastin e Belinda Balluku. Për penguar po themi helmimin e provave, për këtë. Jo, pra jo. Tani helmimi i provave, bravo, dalim te helmimi i provave, dyshimi. Erion Velie po helmonte provat për i shtëpi, që tha kjo dëshmitare jo është shtëpia ime, është shtëpia jote. Ktu po vidhet me miliona e me miliarda. Tash nuk u helmon për atë shtëpinë, u helmon provat atë. Ke parasysh pa atë shtëpinë që ishte shtëpia tek ajo, tek kompleksin në Kavaj. Tash ne nuk helmon provat, pa këtu është dhe nonsensi që ne po i diskutojmë. A mund të ri Belinda Balluku në këtë vend ku janë 6 çështje, 7 çështje që po hetohen për këtë ministri? Dhe dyta, a do ndikojë te provat ajo? Tash mbetet për të parë. A do helmoj provat në saktë? Mbetet për të parë. A duhet konservu provat që truhen? Shumë çështje. Kanë shpjegime shumë fantastike këto të pjesës fundit. Ne kemi edhe një çështje përpara se të mbyllim emisionin e kësaj të mërkure. Do të ndalemi
Tek çështja e incineratorëve. Alqi Bllako, ish deputeti i Partisë Socialiste, i akuzuar për të 3 incineratorët në vendin ton, tashmë ka përfituar lirinë nga qelia. Me sa duket, për shkak të paraburgimit, ati kanë përfunduar afatet e dënimit. Leonard Garaj, të lutem, se dhe e biseduam që kërkoja të ma shpjegoje pak të çështjen e akuzave të incineratorëve në raport me Alqi Bllakon, si e përfitoi lirinë, kush përfiton tjetër, dhe kushdo që akuzohet tjetër, si mund përfitojë nga kjo historie e paraburgimit. Historia e paraburgimit dihet që në kodin e procedurës penale, kodin penal tonin, një ditë paraburgim konsiderohet me një ditë e gjysmë burg. Pra, nëse ti ke bërë një vit burg, një vit paraburgim, konsiderohet një vit e gjysmë burg. Kështu që marrë në këto terma, shto këtu edhe gjykimin e shkurtuar që i ulet me 1/3, ke ardhur tek fakti penal që Alqi Bllako apo cili do mund të dalin nga qelia e bukur për shkak të këtyre rrethanave. Dhe këtu nuk ka Për 2 vite e gjysmë kam përshtypjen, Po, 2 vite e 8 muaj. Okej. Tani këtu nuk ka ndonjë hirezi, nuk ka ndonjë sakrilegj të madh. Jo, unë si qytetar për shkak, më fal të ndihmoj, kur e shikoj them që akuzuar për incineratorët gjë shumë e madhe, po si doli ky? Ngrihet pyetja, sepse njerëzit nuk kuptojnë ligjin, qytetarët. Alqi Bllako, Lefter Koka dhe të gjithë ata që janë dënuar ose kanë marrë pafajësi për shkak të se aty te incineratorët ka dalë edhe njerëz të pafajshëm. Pra janë hetuar dhe kanë dalë pafajshëm. Janë jo për shkak të inceneratorit, jo për shkak të procedurës. Që ta kuptojmë. Procedura e ndjekur për mënyrën se si janë ndërtuar të 3 incineratorët akoma nuk është hetuar fare nga SPAK-u. Sepse po të hetosh atë, do duhet të shkosh ato 17 vendimet që i bënte ky palloshi i Belinda Ballukut. Këtë e tha ajo se them unë. Ajo e thot, po ne mos e themi. Mos e themi ne. Fjalën më atyre që kanë konfidencë. Ne nuk kemi konfidencë. Dhe ne morëm vesh nga ata. Po, fiks. Okej. Fiks. Terminologji më të saktë, Ervin nuk kishte ku më thashë ja. Thank you. Tani, në rastin konkret, kjo procedurë nuk është hetuar. Okej. Kam përshtypjen që s'ka për të hetuar kurrë. Sepse po ta hetosh këtë, do nisesh pse u bë më e famshme për emergjencën 2014, pse ju dha bonusi 8% një kompani që si ishte fare kompani, pse u ndërtua ati ku duhet, pse u vu teknologjia më e vjetër ndërkohë që punoi Elbasani 24 ditë gjithë e gjithë. Pra, janë 1001 pse vazhdon të paguajnë qytetarët e Tiranës 29 euro tonin për incinerim, ndërkohë që aty ka vetëm nuk ka, është thjesht landfill. Grumbullim. Pse pra janë shumë pse të cilat të gjitha të çojnë te Edi Rama, te kreu i qeverisë. Sepse ai e ka bërë gjithë. Pra Alqi Bllako, nëse njerëzit mendojnë domethënë që është mëkatari më i madh bashkë me Lefter Kokën, atë si bie domethënë që të tallemi kështu në mënyrë më bastarde të mundshme. Jo, prandaj ta kërkova dhe kur folën që ta shpjegoj që ky njeriu pra nuk është hetuar për procedurën e ndërtimit të incineratorëve, po futi babai në punë. Se i dha babait 10.000 euro pak. Po. Për atë është hetuar. Për atë dhe për gjëra të tjera, por jo për procedurën, për procedurën. Këtu në ky SPAK-u jon që ta dinë shqiptarët, nuk ka kapur asnjë çështje korrupsioni nga koka. Asnjë, mor. Po të numëroj gjitha, po të them edhe një, asnjë nuk e ka kapur. Llogaraja e para. Mendoj. Skeli barazisë tenda, se po të thalës tani ai filloi emisionin nga e para, burr. Jo, mos shkoj. Skeli barazisë në tendra, llogaraja e para. Mirë, është për një komunikimin e si e pandehur. Ndoshta kur të ketë ndoshta diçka tjetër mund të komunikojnë tjera. Unë mendoj që do ketë diçka tjetër. Do ketë, në rregull. Besoj. Erion Veliaj nuk është për ato për cilat po flasim. Ilir Meta jo, Ilir Beqa jo. Ku do ti? Sajmi Tahiri që mori dënim jo. Se Sajmi Tahiri të çove për grup strukturuar kriminal dhe pastaj shkoi Thangeli tha ka poshin në një thellë. Shpëtojnë detyra. Edhe ai është dënuar që kompetencën e kontrollit e kishte policia nuk e ka ministri që është politik. Edhe aty s'ka vepër. Edhe aty pra janë 1001 historira të këtij tipi për të cilat po mundohen, ky SPAK-u jon, kjo prokuroria jon, po mundohet që t'i veshin mendjet e njerëzve që neve po e shpëtojmë këtë vend nga korrupsioni dhe nga krimi. Lefter Koka përfiton të njëjtin ndoshta
Përfitim, Kur të vi momenti, sigurisht dhe Lefter Koka do ketë të njëjtin përfitim siç e ka patur Alçi Bllaku, po tash edhe një tjetër. Mos e konfondojnë njerëzit. Nuk është hetuar incineratori. Asnjëri se nuk është hetuar procedura. Në momentin kur ti nuk heton procedurën, çfarë ke hetuar vëlla? Në momentin kur ti nuk e gjetur se ku kanë shkuar paratë e këtyre incineratorëve, çfarë ke hetuar o zotëri nderuar? Se s'po të marr vesh. Ti tu prish teatri, nuk ekziston më. Ke vendim gjykatës kushtetuese kundër asaj prishje dhe spaku të del ty Altin i famshëm Dumani dhe të thot jemi akoma në fazën e time paraprake 2020 i kuaj. Okej. Faleminderit Nart për ta përmbyllur ndoshta Karanja, shikoni te ky hetimi i incineratorëve. Për sa i përket sepse unë ngrita këtë shqetësimin si u lirua Alçi Bllako, që qytetarët ta kuptojnë që nuk është hetuar për procesin, se si u krijuan nuk është hetuar për procedurën. Alçi Bllako mbaroi dënimin konform ligjit sepse ai nuk mund të rri në burg pa vendim dënimi. Mbaroi dënimin, shkoi në shtëpi, urojmë që të mos ketë një mas tjetër sigurimi se është bosi praktik, domethënë. Është bosi si rrufeprisë. Kjo ide është ju dënuar për Tiranë, u dënuar për Firin, për Ballsarin, shumë vite dhe personazhe që shpeshherë shkon masë sigurimi në burg, pra arrestohen 6 vet, 6 i kanë në burg. Domethënë urojmë mos ketë një mas tjetër tash. Ai mbaroi dënimin konform ligjit, duke pasur parasysh rregullat për paraburgimin, rregullat për gjykimin e shkurtuar dhe është quhet personi dënuar për veprimet e mosveprimet e kryer nga ana e tij dhe 5 vite do ushtroi funksionet publike. Si tha Nardi se janë çështje ose fraksione siç quhen ose ndarje të veçanta që të cilët nuk janë hetuar akoma, duke pasur parasysh edhe procedurën e incineratorëve. Që mund ta rikthejnë në burg në rast saktuar nëse ka gisht. Te procedura ky, domethënë ky ka marrë një dënim. Pra duke i përfshirë dhe gjitha, sepse ky kanë qenë domethënë për mos gaboj që i dha babës vet rrogë. Po është procedura kjo. Procedurë ka pas edhe madje tek ndjenin time, ndoshta ka pas edhe persona tjerë që janë çuar për mas sigurimi, nuk janë pranuar në fillim nga gjykatat e incineratori Fierit në mos gaboj. Kështu që domethënë te procedura nuk është ky, domethënë ka edhe persona tjerë. Kesh parasysh që është kthy një mas, nuk e di jemi ndjenje apo jo. Pra do duhet presim si duket Karanja për shkuar deri në fund. Presim procedurën tash, ngarkesë e punës. Të presim procedurën për procedurën. Ervin Karanja, të falenderoj shumë për gjithë informacionet, eksperiencën, ndoshta edhe disa gjëra ekskluzive sot, nga eksperienca jote që nuk ne kishte ndarë para. Leonard Karaj, të falenderoj shumë për gjithë informacionet, për debatin, për diskutimin dhe për mendimin e dhënë. Shikues të nderuar, kjo është gjithçka që ne kishim përgatitur për sa i përket kësaj çështje. Unë dalëm sigurisht më shumë tek pjesa e parë për sa i përket hetimit të tunelit të Llogaras dhe një sër çështjeve të tjera për të kuptuar më shumë. Unë dalëm tek vendimi kushtetues që rikthen Erion Veliajn në detyrë si kryebashkiak, por edhe klirimi i Alçi Bllakos si ndodhi dhe çfarë po ndodh me hetimin për incineratorët. Mirë, ne bashkë do të jemi të shtunën në orën 21, natën e mirë.